Shikues e televizionit Skan, jemi në Election Room ku do të analizojmë premtimet e partive politike për këtë fushat elektorale. Ditën e djeshme kemi analizuar pensionet, faturën e tyre duke bërë dhe për llogaritje se sa të realizueshme janë këto premtime dhe gjithashtu dhe faturën që këto premtime kanë. Sot do të ndalemi te një pikë tjetër. Jemi ndalur tek pjesa e pagës minimale. Padyshim çdo subjekt politik ka bërë premtime për rritjen e pagës, kemi premtime për pagë mesatare, kemi premtime për rritje pagash, por do të trajtojmë ditën e vijim. Sot do të ndalemi vetëm tek paga minimale. Dhe të ndalim pak se cilat janë partitë, jo të gjitha partitë kanë sankcionuar, po themi në programet e tyre se si do të jetë paga minimale. Në fakt, disa prej partive e kanë deklaruar që do të kenë pra një shifër të caktuar të pagës minimale. Kurse partitë e tjera që nuk janë përfshirë në këtë studim janë padyshim ato që japin premtime dhe për sa i përket rritjes pagës apo një pagë mesatare, të cilat do të analizojmë sigurisht e thash në vijim. Të ndalemi pak se sa janë persona që përfitojnë pagë minimale në Shqipëri. Të dhënat zyrtare janë që rreth 25% e personave të punësuar janë ata të cilët një farë mënyrë marrin pagën minimale që është në nivelin 40.000 lekë. Dhe në fakt shifra totale arrin në 350.000 persona që kanë të nivel pagë. Pra kjo është një dhënë që na shërben për bërë kalkulime më vonshme se sa të realizueshme janë premtimet e partive politike. Ndalim te premtimi i parë që është nga Partia Socialiste që ka një premtim për një pagë minimale 500 euro nga janari i vitit 2026. Vendimi do të miratohet sikurse është paralajmëruar nga Partia Socialiste pas zgjedhjeve për të hyrë në fuqi nga 1 janari dhe parashikon gjithashtu dhe një rritje të mëtejshme në programin e saj në 600 euro në vitin 2030. Por të marrim pak rritjen me 100 euro të pagës minimale, apo që është premtimi pra 500 euro në total. Kosta kësaj mase do të ishte 421 milion euro prash për llogaritur. Efekti që do të kishte kjo masë do të ishte një shtesë në të ardhurat nga kontributet shoqërore dhe shëndetësore një 117.5 milion euro. Ndërkohë, është faktuar tashmë më për llogaritje që rreth 28% e kostos kthehet mbrapsht në buxhet, pra sepse një farë mënyrë rriten edhe pagesat për kontributet dhe kjo është një farë mënyrë një rikthim që vjen nga ky vendim. Interesant është fakti se ndryshe nga partitë e tjera, Partia Socialiste ka shpalosur në programin e saj një masë që një farë mënyre amortizon efektin që mund të ketë rritja e detyrueshme pagës minimale për bizneset, duke vendosur që për një periudhë kohore më shumë se një vjeçare të ketë një lloj amortizimi apo zero taksa për këtë rritje të pagës minimale pra në nivelin 100 euro. Dhe kjo është padyshim një farë pike që i paralajmëron një farë mënyrë dhe bizneset pra që nuk do të kenë një kosto që mund t'i rëndojë ato më tej. Të ndalim te partia tjetër e cila ka bërë gjithashtu propozim për pagë minimale është për sa i përket Partia Demokratike. Sërish Partia Demokratike parashikon që nga viti i parë i qeverisjes të ketë një pagë minimale 500 euro, kosto e kësaj mase do të ishte 421 milion euro. Efekti shtesës të ardhura nga kontributet shoqërore dhe shëndetësore për llogaritë 117.5 milion euro në vit dhe sërish edhe në këtë rast 28% e kostos do të rikthej mbrapsht në buxhet. Kalojmë tek partia tjetër e cila gjithashtu ka bërë propozim është Lëvizja Bashk, që parashikon një pagë minimale direkte 60.000 lekë. Kosta e kësaj mase do të ishte rreth 842 milion euro, ndërsa efekti i shtesës në të ardhurat nga kontributet shoqërore dhe shëndetësore do të përllogaritej në një vlerë 235 milion euro çdo vit. Kjo është i kosto që do të ndajë mes po themi bizneseve që do të bëjnë pagesën, por edhe individëve ku peshë më të madhe mbajnë bizneset në rastet kur rritja është po themi e detyrueshme për tu aplikuar. Rreth 28% e kostos dhe në këtë rast kthehet prapë në buxhetin e shtetit. Partia tjetër e cila ka premtuar pagë minimale është PSD-ja, ku sërish në këtë nivel është 600 euro, që është propozimi në programin e Partisë Socialdemokrate, kosto e masës do të ishte 842 milion euro. Kemi gjithashtu efektin shtesë 235 milion euro si rrjedhoi kontributeve shoqërore dhe shëndetësore, ndërsa kostoja sërish rikthehet me masë 28% mbrapsht, pra duke marrë këtë vendim. Por kemi një nga pikpyetjet sa ka një rritje të pagës minimale është padyshim cila do të jetë barra apo peshë që do të ketë biznesi, se zakonisht kemi parë që ato bizneset e vogla dhe të mesme preken më shumti nga kjo masë. Dhe sigurisht ai që merr vendimin zakonisht mendon edhe për masë alternative që mund zbusë efektin që mund të ketë rritja kostos tek bizneset. Por të përllogarisim pak se sa do të jetë kosto e sa mund të ishte kosta tek bizneset në rast se paga minimale do të rritej me 10.000 lekë apo 100 euro, sigurisht është te premtimi po themi të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste. Atëherë kur kemi rritjet pagës, kemi 16.7% sigurime shoqërore nga 10.000 lekë, që do të ishte 1.670 lekë fatura apo themi kostoja për biznesin, 1.7% e kësaj shifre 10.000 lekë do të ishte 170 lekë për të paguar si sigurime shëndetësore. Efekti për çdo punonjës do të kishte pra për rritjen e pagës minimale do të ishte rreth 11.840 lekë në muaj. Kjo do të përkthehej me 142.000 lekë shtesë çdo vit për çdo punonjës, afërsisht 1.420 euro. Pra nëse ne do të rrisnim
pagën minimale me 10.000 lek apo me 100 euro, kostoja për bizneset do t'ishte për çdo punonjës 1.420 euro shtesë në vit për secilin punonjës. Dhe kjo është ajo pikë që mbase secili subjekt politik do duhet të bëj për llogaritje se si mund të arrijë një farë mënyrë të amortizojë një barë ekstra për biznesin dhe do duhet të propozojë dhe zgjidhje alternative, një farë mënyrë që bizneset e vogla dhe të mesme, pra sikur se e thash që prekin më shumti, të mos kenë të pesh apo themi mos krijoj problematika që mund të vendosin shpeshherë, sigurisht se kanë deklaruar në vendimet e mëparshme mos vënë pikë pyetje ekzistencën e tyre disa biznese. Ndërkohë kemi një përllogëritje të dytë për nëse paga minimale, sikur se kemi parë te PSD-ja dhe Lëvizja Bashkë, nëse do të rritej me 200 euro apo me 20.000 lek, përllogëritja ndryshe 16.7% kur janë sigurimi shoqërore tek punëdhënësi, për këtë rritje 20.000 lek do të ishte me një faturë 3.340 lek. Pra vetëm për sa përket sigurimeve shoqërore, ndërsa për sigurimet shëndetësore, kur i paguan punëdhënësi, 1.7% janë barabarta me 340 lek. Kjo është për sa përket rritjes me 20.000 lek. Efekti për çdo punonjës që do të paguan do të ishte për si faturë për biznesin 23.680 lek në muaj. Dhe nërkohë, kjo nëse do të bënin për llogaritje në vit, do të shkonte më shumë se 2.800 euro për secilin biznes. Pra, kjo është ajo çfarë mund të ishte fatura e pagës minimale nëse do të miratoj pa pasur disa masa mbështetëse. Mos harrojmë faktin se një pjesë e mirë e subjekteve politike, përveç po themi pagës minimale që kanë sankcionuar në program, kanë edhe disa masa tjera lehtësuese për biznesin që një farë mënyrë mund të kompensonin efektin që mund të kishte tek bizneset rritja e pagës minimale, po themi duke bërë detyrueshme një nivel nga 40.000 lek që është aktualisht në 50.000 lek apo në 60.000 lek. Mbetet për të parë sepse në vijim do të kemi intervista me profesorë subjekteve politike ndryshme ku do të mund shpalosin të gjithë programin e tyre dhe po themi një farë mënyrë dhe për të treguar rrugën se si do të arrihet pra pa pasur një impakt negativ tek biznesi. Dhe kjo ishte prezantimi që ne kishim për sa përket pagës minimale për llogaritjet që kemi bërë. Do të kemi diskutime më pas në studio duke llogaritur faktin që ditën e djeshme kemi pasur Partinë Demokratike që ka shpalosur programin dhe Partinë Mundësia, sot do të kemi Partinë Socialiste që do të shpalos programin, një nga përfaqësuesit më të rëndësishme të Partisë Socialiste artuese programin zonja Milva Ekonomi. Por fillimisht do ju ftoja të ndiqni një aktivitet të ditës së sotme ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë një aktivitet apo ka marrë një vendim për vendosur ata që konsiderohen komisionerë të sigurisë nëpër qendrat e votimit. Është një hap i rëndësishëm i pa marrë më parë. Ju ftoj ta ndiqni. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Calibashi vlerësoi raportet e monitoruesve për periudhën 6 prill dhe në 12 prill 2025. Gjatë kësaj periudhe janë dorëzuar 20 raporte shkeljesh nga monitoruesit e fushatës për Bashkinë Tiranë, Kamës, Peqin, Kukës, Lushnjë, Gjirokastër, Shija, Korçë për materiale propagandistike. Komisioneri vendosi t'u jap 24 ora afat subjekteve zgjedhore për vendosjen e shënimit përkatës dhe në rast të moskryerjes së këtij detyrimi nga ana e subjekteve, vendosi urdhërimin e policisë bashkiake për heqjen e këtyre materialeve. Në seancën e sotme u vlerësua dhe raporti mbi veprimtaritë publike për periudhën 7 prill dhe në 12 prill 2025. Në përfundim të shqyrtimit, KSZ vendosi fillimin e shqyrtimit administrativ dhe Agjencinë Shtetërore për Mbështetjen dhe Zhvillimin e Startupeve, Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër dhe Bashkisë Lezhë. Gjithashtu miratua urdhri për rendin dhe sigurinë në objektet ku janë vendosur qendrat e votimit, si dhe për rreth tyre për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj 2025. Urdhri miratuar parashikon që çdo KZZ me vendim të posaçëm cakton si koordinator të sigurisë 2 anëtar të komisioneve të qendrave të votimit për çdo vendodhje qendre votimi në përputhje me udhëzimet e miratuara nga KQZ që janë propozuar, një nga partia kryesore e shumicës parlamentare dhe tjetri nga partia kryesore e opozitës parlamentare. KZZ-ja hartonte i dërgon KQZ-s dhe Policisë së Shtetit listën emërore të koordinatorëve të sigurisë, e cila përmban emrin dhe mbiemrin, numrin e qendrës së votimit dhe vendodhjen si dhe numrin e kontaktit personal. Koordinatorët do të monitorojnë vazhdimisht mjediset e jashtme dhe qendrave të votimit, përfshirë oboret, hyrjet dhe perimetrin 150 metra. Mi e dakord edhe me këtë propozim, duke autorizuar KZZ-n për krimin e qendrës posaçme të votimit në këtë institucion të vuajtjes së vendimit penal. Dakord, kemi çështje tjera? Nuk kemi. Urdhri miratuar këtë të martë adreson shqetësimet e ngritur nga OSBE ODIR, organizatat e shoqërisë civile dhe medias në zgjedhjet e kaluara për praninë e personave të paautorizuar pranë qendrave të votimit në ditën e zgjedhjeve. Kemë bërritur në hapësirën e intervistës me mua në studio është zonja Milva Ekonomi, ish ministre, deputete, një figurë rëndësishme e Partisë Socialiste, por edhe hartuese e programit ekonomik, apo jo?
Po, bashkë me një grup tjetër, ekspertësh. Bashkëhartuese, themi më mirë. Në fakt, programi është më shumë, po themi, një vizion ekonomik përsa i përket Shqipërisë 2030-ës, por e shikoni më shumë si VMC, apo si një nivel tjetër, po themi, këtë program, si do ta kategorizoni? Tani, pyetja që bëni ju është shumë e vërtetë, sepse ndërkohë ti nuk mund të shkosh më parë në qoftë se nuk bën një analizë të asaj çfarë bëre në të shkurtën. Po në fakt programi do të tregojë që është një moment tjetër që lidhet me 3 gjëra të rëndësishme. E para që është hyrja në Bashkimin Evropian, që për ne është shumë e rëndësishme, e dyta është një ekonomi e qëndrueshme dhe gjithmonë që zgjerohet, dhe e treta është mirëqenie për shqiptarët. Prandaj programi ka këtë në qendër të vet që si ta çojmë ekonominë e Shqipërisë dhe vetë Shqipërinë në një nivel tjetër. Dhe nëpërmjet këtyre 3 shtyllave janë ato që e bëjnë Shqipërinë në një nivel tjetër. Por ne kemi edhe diçka që ka nisur nga e shkuara, që është ekonomia e dijes. Dhe duke mbështetur fort te ekonomia e dijes, po kërkojmë të japim më shumë mundësi rritjes së produktivitetit edhe të zgjerimit të ekonomisë. Më bëri përshtypje ditën e sotme kemi pasur një prezantim të kryeministrit dhe zëvendës kryeministres Belinda Ballukur për projektin e rrugëve ku analizuan përfundimi korridoreve dhe u evidentua mesazhi nga zëvendës kryeministria që kemi përfunduar, po themi, korridoret që lidhin Shqipërinë, dhe tashmë do orientohemi në një nivel tjetër tek ato që konsiderohen korridore rajonale duke lidhur rajonet, pra dhe ndaj mora së për të bërë një pyetje të tillë. Programi në fakt ku është fokusuar më shumë, po themi, tek individi, tek projektet? Janë bashkë. Do me thënë, ne shikojmë që kur flasim për ekonominë, ne kuptojmë se çfarë duhet bëjmë që të zgjerojmë ekonominë e vendit, sepse ne e kemi zgjeruar ekonominë, të dhënat flasim për këtë, është një fakt, dhe ne mendojmë që do të çojmë ekonominë në 35 miliardë euro, që kështu është një shifër e konsiderueshme, dhe është një objektiv vërtet ambicios, por kjo do bëhet duke bërë më shumë të mundur mobilitetin, qoftë mobilitetin në infrastrukturë, qoftë mobilitetin e shërbimeve, dhe qoftë mobilitetin në kapitale, se janë të gjëra shumë të rëndësishme. Dhe nga ana tjetër, kjo rritje e ekonomisë dhe ky zgjerim e ekonomisë duhet përkthyer në mirëqenie. Që kështu nëse nga njëra anë ne shikojmë një ekonomi që zgjerohet, si do shkojë ky zgjerim tek individi i thjeshtë, dhe për këtë kemi konsideruar që do të jetë e rëndësishme në programin ton politik. Që kështu, edhe kur flasim për rritjen e rrogave dhe rritjen e pensioneve, është pikërisht se kemi parë se si mund të shtojmë rritjen e ekonomisë, mund të zgjerojmë ekonomisë dhe si mund ta përkthejmë këtë në më shumë përfitime për familjet dhe për individët në Shqipëri. Jo përmendet që një nga mesazhet më të forta ka qenë pasaporta europiane për shqiptarët. Është një pasaport, themi, që për t'i bërë shqiptarët të ndjehen mirë, apo ka dhe një premtim përtej faktit, pra për të ndjerë mirë me lirinë lëvizjes element tjerë, apo në shkollimit, apo është edhe me një faturë, po themi, jo faturë, një lloj përfitimi financiar për Shqipërinë? Tani janë gjëra shumë të rëndësishme. Kur flasim për pasaportën evropiane dhe kur flasim për hyrjen në Bashkimin Evropian, ju e kuptoni shumë mirë, ose jemi përpjekur që ta japim këtë mesazh, që në fakt të hysh në Bashkimin Evropian ti duhet bësh gati disa kushte, që ato vazhdimisht në këto 30 vjet, po sidomos në këtë 10 vjeçar, 6 vjeçar të fundit i kanë kërkuar gjithmonë, i kanë kërkuar me shumë këmbgulje. Dhe një nga gjërat është që fuqia e ligjit, domethënë përpara ligjit ne duhet jemi gjithë barabartë, dhe Shqipëria e demonstroi në fakt me reformën në drejtësi që fuqinë e ligjit kërkon ta vërë në zbatim të plotë. Tjetra gjë që është e rëndësishme është liria e individit. Ne jemi përpjekur vazhdimisht që me ligjet që kemi bërë dhe me transformimet që kanë mësuar ligjet, ndryshime, adaptime, jemi edhe me mbrojtjen e individit jemi aty. Dhe nga ana tjetër kërkojmë që kemi një administratë e cila është e aftë, është eficiente dhe ka një fleksibilitet që përpiqet të kuptojë ndryshimet ligjore që ndodhin në këtë vend ku ti bën pjesë, në këtë hapësirë gjeografike ku ti bën pjesë, si përkthej dhe ti zbatoj për nevojat e vendit. Që kështu me këto ndryshime që kanë ndodhur, në një nga vlerësimet më të mëdha që bën Bashkimi Evropian nëpërmjet një programi që quhet Sigma, Shqipëria matet me disa vende të tjera të rajonit dhe shikohet se si funksionon administrata publike dhe pikërisht zbatimi i ligjeve dhe ndërthurja e strategjive që harton vendin. Ne kemi dalë një nga vendet që kemi performancë shumë të lartë në rajon, dhe në disa sektorë jemi edhe lider. Pra, në këtë moment që ne kemi arritur këtë gjëra, ku shtet fromimi tregohet që është një gjë që na e njeh edhe Bashkimi Evropian, ta mbash të shtet fromim të tillë në një ekonomi që po zgjerohet me përpjekje të mëdha, në një individ që mbrohet
me përpjekje të mëdha, do ishte shumë mirë që bërja antar i Bashkimit Evropian të ishte një mundësi për të garantuar atë që kemi arritur. Pra kjo është e para, garantimi atyre gjërave që kemi arritur në shtet formimin tonë. E dyta është që, me që e shikojmë nga pikpamja ekonomike, ne në fakt nga bashkëpunimi me Komunitetin Evropian, me Komisionin Evropian, kemi përfituar vazhdimisht mbështetje që kanë qenë në formën e granteve dhe të kredive. Por pjesa më e madhe ka qenë e kredive dhe jo e granteve. Por kur bëm pjesë në këtë komunitet i cili subsidaris mbështetjen dhe atyre që ka nevojë e ka udhëheqës në politikën e vetë, Shqipëria mund të ketë përfitime më të mëdha edhe në grante, në krahasim me kredit, për të bërë ato standarde që Bashkimi Evropian i ka të domosdoshme për popull që jetojnë brenda territorit të Bashkimit Evropian dhe për individët. Kryeministri tha 1 miliard euro në shifër për Shqipërinë në vit. Në vit, sepse ne ndërkohë nuk duhet të harrojmë që në momentin që ne, grup kapitulli 2 që na u hap që është politika e jashtme, është një dëshmi e asaj që si u soll Shqipëria kur mbajti disa pozicione të rëndësishme, për shembull drejtoi OSBE-n, drejtoi Këshillin e Sigurimit, drejton tani Këshillin e Drejtave të Njeriut dhe mënyra se si ne i mbrojtëm këto gjëra, ishte një mënyrë që të tregoj që ne jemi gati për të hyrë në këtë bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe na mori përsipër Bashkimi Evropian të na njinte në rajon dialogun për planin e rritjes. Shqipëria pati një rol shumë të rëndësishëm në planin e rritjes. Ne ishim ato që Bashkimi Evropian na quajti gjithmonë first runner. Dhe plani i rritjes është një dëshmi që ka në krye na njohu edhe zonja Kos planin e rritjes dhe përpjekjen që bëm ne për planin e rritjes në Ballkan, që të ishte një përfitues e planit të rritjes dhe me projektet që propozonte dhe me gjërat që tregonte para planit të rritjes në një komision të Bashkimit Evropian, të ishte përfituese. Çfarë tregon në historia, po themi në raste të tilla kur një vend si Shqipëria, po themi që nuk është pjesë vendantar dhe përfiton nga buxheti i Bashkimit Evropian, ky 1 miliard euro për çfarë projekte shkon zakonisht pra? Shkon për infrastrukturë, shkon për zhvillim, apo teknologji? Nga projektet që sjell vendi, varet gjithmonë nga projektet që sjell vendi. Varet natyrisht për infrastrukturë, se është e rëndësishme, ne nuk kemi akoma rrugë, kurrudha, aeroporte, të gjitha në standardet e Bashkimit Evropian. Ne po i ndërtojmë në standardet e Bashkimit Evropian, po duam t'i shtojmë, t'i zgjerojmë. Dhe para shkon për këtë gjë. E dyta, në Bashkimin Evropian ka një dimension shumë të rëndësishëm për sa i takon mbrojtjes mjedisit edhe klimës. Ne, për fatin tonë të mirë, energjia që prodhojmë është një energji e rinovueshme, sepse ne prodhojmë më shumë energji hidro, por ne kemi diversifikuar portofolin e prodhimit të energjisë. Ne kemi shumë energji fotovoltaike tani dhe energji eolike që vjen nga era, që kështu Shqipëria dhe në këto programe ka bërë përparim. Tjetër është digitalizimi që nuk duhet ndodhi vetëm në administratën publike, ku mund të flasim për këtë çfarë kemi bërë për digitalizimin në administratën publike, por duhet të digitalizohen dhe gjithë shërbimet dhe vetë biznesi, që kështu do ketë projekte që do drejtohen drejt automatizimit, robotizimit, digitalizimit të bizneseve. Në fondet që i përfiton zakonisht një instrument që kalon përmes qeverisë, apo mund të jenë edhe biznesin individë që shkon direkt? Varet nga skema që ato do gjenë. Ato mund të jenë nëpërmjet qeverisë ose direkt Shqipëria ka lidhje direkte me një program të Bashkimit Evropian ku një biznes aplikon direkt atje. Po fondet janë të destinuara për Shqipërinë. Një objektiv tjetër shumë ambicios në fakt që është deklaruar për t'i kaluar është padyshim, jo përmendëm pak më parë, rritja e prodhimit brendshëm brut në 35 miliard që duhet shumë, se 25 jemi aktualisht. Si do arrit kjo? Do arrit përmes investimeve tuaja? Çfarë do jap këtë vizje? Tani, për këtë gjë ne kemi marrë disa masa që janë të shkruara edhe në program. Ju e dini që kanë edhe nisën, edhe më përpara të diskutoheshin, kanë marrë edhe më shumë kohë diskutimi, edhe përpara se të vinte programi. Prandaj unë them që programi është një vazhdimsi për të arritur një nivel tjetër të ekonomisë. Ju e dini që ne kemi vënë në dispozicion një fond garancie tek Banka e Shqipërisë nëpërmjet rreth 2 miliard euro, ku mund të aplikojnë biznesi që është fondi i zhvillimit për të zgjeruar pikërisht të gjë që kërkon dhe Bashkimi Evropian, që t'i mbështesi ata për digitalizim, inovacion dhe rritjen e produktivitetit. Nga ana tjetër kemi vënë në dispozicion të bizneseve një fond për Smart Albania, që është rreth 1 miliard euro që të mbështesim këtë gjë. Po të zhvillojmë gjithashtu edhe një tjetër dhe Banka e Zhvillimit është tjetër, Banka e Zhvillimit Kombëtar, që është iniciativë tjetër, dhe kjo iniciativë ka të bëjë me aktivizimin e parave në ato zona ku bankat tregtare të nivelit të dytë nuk janë prezente. Pra të plotësuesit bankave tregtare, jo konkurrente. Jo konkurrente, dhe pikërisht në ligj është marrë një vendim që kontributi i kësaj Banke Zhvillimit mos jetë më shumë se 2% e GDP-s, që mos ketë konkurrencë banka tregtare. Por ama ajo që bën më shumë dhe më mirë është që ky fond që vjet në dispozicion është fondi që shkon drejt zhvillimit dhe pastaj ajo që është shumë e rëndësishme
është paketa e maleve, që duam të zhvillojmë zona për cilat ne e dim që janë të rëndësishme, kemi probleme me pronësin, probleme që njihen dhe në program dhe ne i kemi parashikuar se si do t'i zgjidhim, por nga ana tjetër aktivizon dëshirën që ka plot individ në diaspor të rikthehen në Shqipëri dhe të aktivizojnë punat e të parëve të fytyre, duke i bërë ato produktive, tërheqëse, po natyrisht dhe fitim sjellëse, sepse duke punuar atje, ne e dim që një agroturizëm që zhvillohet, investohen para që mund të sillin punësimin e më shumë se 22 njerëzve. Por nuk është vetëm për agroturizmin, është edhe për sektorin malor, në kuptimin që mund të jetë një fermë plektorale, mund të jetë një sipërfaqe sere, po mund të jetë përdorimi i pyllit apo në një produkti tjetër që vjen nga zonat që kanë mundësi të zhvillojnë agroturizmin. Përveç paketës maleve, po themi një farë mënyrë që tenton zhvilloj këto zonat që të për ekstrem praktik një event që ndodhi para një ore ku prezentua infrastruktura, ku do orientohet sa pesh zënë këto themi angazhimin programin tuaj për investimin infrastrukturor në zonat që më parë mbase nuk kanë qenë qendër, pra ka një projekt, po themi që përmes rrugëve dhe përmes financimeve që zhvillohen në rajonet, cila është ka një projekt, ai projekti që kemi ne është nëse ne deri tani kemi ndërtuar rreth 1000 kilometra rrugë dhe kemi bërë këtë lidhjen e Shqipërisë me korridoret europiane, ne tani parashikojmë që në këtë 4 vjeçar të ndërtojmë rreth 970 kilometra rrugë dhe janë të vendosura me zona që mbyllin lidhjet e brendshme të zonave që janë zona turistike, sidomos të jugut, po dhe të zonave që janë qendër Shqipërisë, për shembull Kruja me Tiranën, me një lidhje tjetër direkte, apo dhe më shumë në veri që ka nevojë për rruga e maleve që ka nevojë për investime. Pra, në paketën tonë janë si investimet që kanë ndodhur, edhe investimet e reja që do bëhen në infrastrukturë, duke shtuar aty edhe linjat e kurudhore, të cilat bëhen me bashkëfinancim edhe nga Bashkimi Evropian, nga Fondi i Ballkanit për zhvillim, duke shtuar aty dhe aeroportet që ju e dini që aeroporti i Vlorës është një aeroport i cili është thuajse në fazë finale, por dhe aeroportet të tjera të vogla, të cilat ndihmojnë Gjirokastra dhe Saranda që ndihmojnë në fluturime charter ose të atyre që janë të specializuar në turizëm. Paga është padyshim një nga pika që s'ka parti politike që nuk e ka. Ju keni një objektiv 1.200 euro pagë mesatare, kemi gjithashtu pagën minimale 500 euro nga janari 2026, për të arritur në 600 euro e analizova pak më parë. Në fakt, si do të arrijet? Pra, do jetë një rritje natyrale, apo një rritje pak e, po themi, e sforcuar? Apo shteti do heq një farë mënyre, do shtoj presion mbi privatin duke qenë konkurrent me paga? Do më thënë, ajo që ka ndodhur është që në përgjithësi ka qenë privati, ose edhe në vendet të tjera, në fakt, në histori të ndryshme kohore, lëviz kështu. Ka qenë privati ai që pagon mirë dhe bën presion mbi shtetin për të rritur pagat. Sot jemi në një situatë kur shteti ka rritur pagat dhe po bën presion mbi privatin për të rritur pagat në mënyrë që ekonomia të gjenerojë më shumë. Dhe ne ajo që shikojmë është që ne kemi mundësi për të rritur pagat, sepse ndodh që tani ne kemi vënë një kujdes shëndetësor financiar. Do me thënë, ne i shikojmë me shumë kujdes se sa të shëndetshme i kemi financat. Dhe për këto në Shqipëri organizohet një strategji që është strategjia afatmesme e financave publike. Dhe për ta kaluar këtë strategji, natyrisht që punojnë shumë ekspertë tek Ministria e Financave dhe Banka e Shqipërisë, thirrën nga Banka e nivelit 2 dhe konsultohet edhe me bankat rajonale ose me bankat qendrore që shikojnë tregun tonë. Dhe kjo strategji është miratuar me dëshirën e FMN-s për të qenë pjesë prezente dhe të Bankës Botërore, dhe ne kemi bërë llogaritjen e të ardhurave që do të shkojnë në vite. Dhe nga kjo llogari e të ardhurave natyrisht që projektohen dhe paga. Dhe paga nuk është një projektim që ke dëshirë, është një projektim që mbështetet mbi analizë, që kështu këtë e kemi të mundur nga analiza, nga perkursi që kanë të ardhurat dhe parashikimi që kemi vënë ne, që është i mbështetur. Sa ka diskutime për rritjen e pagës minimale në të shkuarën, kemi pasur disa reagime, frikra për bizneset që mund të rritet kostoja, keni planifikuar një amortizim? Faleminderit, pyetje shumë e mirë kjo, sepse ne edhe në rritjen e pagës 500 euro, siç e thatë dhe ju, e fillojmë që nga janari vitit 2026, por ndërkohë për 18 muaj biznesi do të subvencionohet nga shteti për pagesën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për diferencën 400 në 500. Pra nuk do ketë një nuk do ketë me njëherë, domethënë bara nuk do t'i vijë me njëherë bizneseve derisa ato të bëhen gati për të kaluar në këtë pagë. Dhe ndërkohë, natyrisht që ne synojmë që duke mbështetur biznesin me këto forma që thamë më sipër, të kenë mundësi që të japin më shumë pagesa për punonësit e tyre, sepse në vite ajo që kemi parë është që bizneset shqiptare tashmë kanë kuptuar që një aset i rëndësishëm i jetës së tyre
prodhuese, pa dyshim që është fuqia punëtore. Për të ardhur në këtë kontekst, një term që ka tërhequr vëmendje nga programi juaj është paqe fiskale. Çfarë nuk kupton një paqe fiskale që ju propozoni? Paqe fiskale është atëre, ajo që kemi bërë ne është që ne kemi marrë në mbrojtje si thua biznesin e vogël dhe ju e dini që tatim fitime dhe TVSH-ja janë në këto nivele pa luajtur deri në 2029. E kemi vendosur këtë me biznesin e vogël dhe ndërkohë jemi përpjekur të ngrejmë një sistem fiskalizimi të mirë dhe të kontrolluar. Tani kërkojmë nga biznesi i madh që të bijem dakord për një situatë e cila lidhet me zgjerimin që ato do marrin si biznese në kodrin e zgjerimit të ekonomisë. Nëse një biznes i madh bie dakord me zyrën qendrore të taksave, që të bëjë një deklaratë e cila e ndihmon ato të parashikojë rritjen e vet ekonomike sipas sektorit. Nëse në sektorin e industrisë përpunuese, ne parashikojmë që në këtë sektor të industrisë përpunuese të kemi një rritje, po themi 5%, dhe biznesi vet do ta adresojë për një periudhë për 3 vjeçare rritjen e TVSH-s jo më shumë se 5%. Domethënë, baza e tij do të jetë jo më shumë se 5%. Por nëse ai e realizon këtë gjë më shumë se 5%, nëse ai e bën këtë rritje 10%, ai tatim fitimi që do paguaj nuk do jetë më 15% e rritjes së parashikuar, por do të jetë 5% e kësaj rritje më shumë se sa rritja e parashikuar. E shpjegova qartë? Okej, domethënë, ai ka një tatim fitimi 15%, ndërkohë edhe për ato që parashikohet të rritet për 3 vjet do ta ketë 15%, nëse realizon më shumë, tatim fitimi që paguan është 5%, jo 15%. Dhe kjo është paqja. Dhe kjo është paqja e cila ka për vete edhe uljen e barrës së inspektimeve, sepse ne bëm një ligj të ri për inspektimet, dhe ligji i ri për inspektimet kërkonte që biznesi të japë shfrym që të operojë duke pas parasysh që ai i paguan gjërat në një si kohore reale, ne do ta bëjmë rimbursimin e TVSH-s automatik, dhe ndërkohë nuk do ketë më nevojë që të ketë kontrollin fiskal aty tek dera e ndërmarrjes vet. Një element i rëndësishëm padyshim ose themi një objektiv i shpalosur është rritja e eksporteve, sidomos edhe të eksportet bujqësore, pra ka një objektiv. Si do të arrini rritjen e eksporteve me tregje të reja apo duke me këto masa që keni planifikuar për të rritur, po themi, prodhimin? Të dyja janë elemente që ne kemi parashikuar. Ne kemi thënë që në vitin 2030 eksportet bujqësore duhet të jenë 1 miliard euro. Në fakt sot që flasim, neve eksportojmë 537 miliard, nga cilat një pjesë e konsiderueshme rreth 140 miliard dhe zën akvakultura. Por çfarë ka ndodhur në këto vite? Në këto vite ka ndodhur sa gjëra shumë të rëndësishme. Neve kemi shtuar sipërfaqen e ujitshme të tokës bujqësore të punueshme. Domethënë, nëse ajo ishte më parë 120 hektarë, sot është 260 hektarë, dhe do të shkojmë në mbulimin total të sipërfaqes tokës punueshme që do të jetë e ujitshme dhe e kullueshme. Ajo që kemi bërë tjetër është që kemi dhënë mundësi të zgjerohet sipërfaqja e mbjellë me sera. Nëse më parë ne kishim sipërfaqen e mbjellë me sera 1000 hektarë, sot e kemi 2000 dhe parashikojmë të shtohet edhe 1000 hektarë të tjerë. Parashikojmë gjithashtu që neve të shtojmë ato fabrika që merren me përpunimin e produkteve bujqësore dhe të rrisim mbështetjen për ato produkte që kanë më shumë peshë në eksportin tonë. Neve sot kemi pika grumbullimit të cilat bëjnë të mundur që produktet shqiptare të shkojnë vetëm në tregjet europiane, por të shkojnë edhe në tregjet e Europës lindore dhe të shpërndahen në rajon. Dhe sot neve eksportojmë në 82-84 tregje. Gjithë ideja është të shkojmë më tej. Po si mund të shkojmë më tej? Kur kemi një komunikim me Bashkimin Evropian dhe me Digisanten që ka të bëjë me kapitullin e 13, siguria ushqimore. Ne po kalojmë disa programe atje, po diskutojmë me ta, që disa nga kulturat tona të marrin certifikim për të qenë të eksportueshme, siç është për shembull patatja, siç mund të jenë molusnjët, siç mund të jenë kategoria tjetër e vezës, që të shtohet mundësia e eksporteve. Rikategorizim, që kështu, po shikojmë të dyja mundësitë, pra po zgjerojmë mundësinë e prodhimit dhe po rrisim mundësinë e hapjes së tregjeve nëpërmjet diskutimit me Digisanten. Dhe gjitha kjo bën të mundur që ti të shkosh me produkte të tjera, por nga ana tjetër ka disa produkte që ka nevojë dhe për një përpunim më të madh, mos shkojnë si thua si raw product, po të jenë të procesuara. Për shembull, një produkt i tillë mund të jenë bimët e terrovajore në Shqipëri, që ne i eksportojmë si të tilla, por në tregjet europiane dhe ato të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pavarësisht tarifave, ka një situatë që ka më shumë kërkesë për produkte që vijnë të përpunuara nga to, dhe po përpiqemi që të japim mbështetje për të rritur këto procese përpunimi.
pa dyshim që edhe akvakultura zë një vënd të rëndësishëm, sepse neve kemi ndryshuar ligjin e peshkimit dhe ligji i peshkimit jep mundësi anijeve tona të peshkimit që të mos shkojnë vetëm në ujërat tona të rajonit Mesdheut, po të shkojnë edhe në ujërat të hapura. Për shembull, ne kemi të drejtë tani të shkojmë deri në Oman që të peshkojmë, që kështu ne shtojmë kapacitetet e peshkimit dhe me këto ne eksportojmë më shumë. Një pyetje në mikro për të bërë për të kaluar prapë në makro për programin tuaj. Në fakt, ju keni deklaruar një rritje të pensionit minimal që do të ishte 200 euro, pension mesatar 400 euro. Si parashikoni? Keni një faturë të këtij apo një rrugë, apo do pritet që do vazhdojë njëta reformë që jeni në diskutime me Bankën Botërore? Tani dhe kjo nuk ka qenë një gjë që nuk e vendosëm kështu. E tham dhe e vendosëm sepse mori shumë kohë për tu. Pra është angazhim ekonomik, jo politik? Është angazhim, ky sidomos është angazhim ekonomik, se me këto nuk ja del dot me angazhim politik. Dhe për të bërë këtë angazhimin ekonomik, ne ndam dy momente. Para bëm reformën në 2014 dhe ndoqëm gjithë ato elemente që kishim vënë në reformën e 2014 dhe pastaj mbas saj krijuam një grup ekspertësh që punonin me idenë si mund ta reformojmë më shumë këtë sistem. Ndërkohë që nga 2014 deri sot ne kemi bërë disa gjëra, siç është për shembull indeksimi automatik. Dhe indeksimin automatik e treguam që nuk e bëjmë vetëm një herë. Në momentin kur ne patëm krizën e çmimeve, që erdhi si rezultati i luftës dhe bllokimit të tregjeve, indeksimi ndodhi më shumë se sa një herë në vit, nuk është një indeksim automatik. Dhe nga ana tjetër shpërndam bonuse në mënyrë periodike, jo vetëm një herë në vit, edhe më shumë se sa një herë në vit për të ndihmuar pensionistët. Tani kemi filluar të punojmë prapë me Bankën Botërore në një mënyrë që të shikojmë se si kjo e ardhura e afatmesme në Shqipëri mund të kthehet edhe tek pensionistët. Dhe llogaritjet kanë dalë që ne kemi një mundësi për të arritur pensionin minimal në 200 euro dhe pensionin mesatar ta çojmë në 400. Pra, është një angazhim. Pa rrezikuar atë stabilitetin e skemës, se ajo është një aty është elementi kryesor, por ne duke menduar që do kemi edhe rritje të pagave dhe sjellje më shumë të fuqisë punëtore në tregun e punës, do kemi më shumë kontribues. Dhe për herë të parë në fakt kontribimi që ka dhënë buxheti i shtetit në skemën e pensioneve ishte viti me kontributin më të ulët, që kështu edhe kjo tregoi që ne e menaxhojmë tani skemën e pensioneve më mirë, kontrollojmë më mirë, sepse ajo që ka ndodhur në zyrën e drejtorisë përgjithshme të taksave është që asnjë biznes nuk kalon asnjë faturë, nëse ai nuk ka paguar më përpara detyrimin që ka për pensionin dhe për sigurimin shëndetësor. Dy pyetje të fundit shpejt. Çfarë Shqipëri prodhon programi juaj nesër? Pra një Shqipëri të orientuar tek cili sektor, po themi, çfarë si keni projektuar? Ne kemi projektuar Shqipërinë një sektor i cili orientohet drejt e para infrastrukturës, e dyta energjisë, e treta bujqësisë dhe e katra digitalizimit dhe inovacionit. Tani të katra këto për ne janë të rëndësishme. Unë mund të thosha inovacioni, mund të thosha infrastruktura, mund të thosha turizmi, mund të thosha bujqësia, por këto janë sektorët e rëndësishëm kur shkon zhvillimi i ekonomisë. Dhe në fakt në inovacion ne kemi treguar që ja kemi dalë. Për shembull, nëse në 2013 ne eksportonim shërbime të ICT-s rreth 80 milion euro, sot eksportojmë shërbime të ICT-s rreth 260 milion euro. Pra ne kemi rritur shumë eksportin e ICT-s dhe kemi më shumë njerëz të punësuar në ICT, sepse ajo që ndodhi është që ne futëm në shkolla kabinetet smart për 1000 shkolla. Ne zhvilluam qendrën Tumo tek piramida që ndjek prapë zhvillimin tjetër. Ne futëm Plug and Play që është një nga ato pionerët ku edhe Google dhe të tjerë risër e ndihma kërkimi punojnë, dhe ne kemi sjellë ekol 2 francezën që prodhon nga ata individ të cilët janë individ programues që zhvillojnë të gjithë industrinë e ICT-s. Që kështu ICT-ja është një vëmendje e shtuar e cila nxit jo vetëm sektorin administratës publike që të kalojë më shumë në inteligjencë artificiale, por ndihmon dhe gjithë sektorin privat që të përdorë inteligjencën artificiale. Dhe një pyetje të fundit që kanë bërë pothuajse të gjithë partive politike, sa s'ka nisur tensionohet fushata elektorale, mbase mund t'ja bëj një mesazh paqe. Keni analizuar programet e partive tjera? Keni ndonjë element që mbase mund ta vlerësohet edhe si ekonomistë edhe si politikanë? Natyrisht që programet e partive tjera janë të natyrisht që shifen, po ti jep vëmendje programit tënd, nuk diskutohet. E vetmja gjë që kam unë për shembull është që tek programi i partisë demokratike nuk e kuptoj unë dot këtë rritjen e pagës, kur ti do ulësh taksat dhe nuk do sjellësh qëndrueshmëri financiare, sepse qëndrueshmëria financiare është elementi kryesor që ti duhet shikosh në një program. Dhe ne qëndrueshmërinë financiare unë kam një tregues që është i rëndësishëm për programin me cilin jemi mbështetur ne. Për herë të parë ne kemi bilancën primare e kemi pozitive. Çfarë do të thotë kjo gjë? Do të thotë që të ardhurat që unë prodhoj
më mbulojnë të gjitha shpenzimet që unë kryej në vend në përjashtim të shpenzimeve të borxhit. Dhe këtë gjë e tregon edhe Moody's dhe Standard & Poor's që ekonomia shqiptare me vlerësimet që bëjnë është një ekonomi me financë të qëndrueshme dhe të shëndetshme. Unë këtë gjë, qëndrueshmërinë financiare, nuk e kam parë në një nga programet dhe kjo më bën të mendoj që ky program bëhet parë me shumë kujdes. Zonjë Ekonomi, ju falenderoj për këtë bashkëbisedim. Faleminderit shumë për ftesën. Shikues të televizionit s'kanë pak minuta publicitet për të rikthyer në pjesën e dytë. Kemë bërritur në pjesën e dytë Election Room, me mua në studio është zoti Ergis Sefa, ekonomist, Altax. Faleminderit për prezencën tuaj. Do bëjmë një analizë të programeve që kemi pasur deri tani. Unë pak më parë analizova pagën minimale si element, një pjesë e partive politike propozoi një pagë minimale 500 euro, një pjesë tjetër 600.000 lekë apo 600 euro. Në fakt, rritja pagës, çfarë është paga minimale një herë për t'ju shpjeguar audiencës se mbase jo gjithë e dinë? Atëherë, paga minimale, ajo që do të caktohet edhe formalisht me ligj, është minimumi mundshëm që mund paguhet në muaj një punëmarrës ose një punëtor, ndryshe. Ky është minimumi që një biznes apo një punëdhënës do duhet të paguajë një punëmarrës. Dhe pastaj nga këtu e sipër është në varësi të llojit punës edhe të marrëveshjes që do ka me njëri tjetrin. Zakonisht kur kemi rritje të pagës minimale, përfiton harga e shtetit, individi, apo se e vërmë re që shpeshherë më shumë ka ankesa ndonjëherë nga bizneset se sa... Është e vërtet. Duhem parë të dy aspektet. Nuk është vetëm e një anshme diskutimin këtë pikë. Padyshim që ai që e merr pagën punëmarrësi ka përfitim. Do të kemi një rritje të ardhurave që kanë, do kemë mundësi të konsumojnë më shumë. Kjo nuk diskutohet. Po nga ana tjetër, ata që e paguajnë, pra, pronarët, bizneset e vogla etj. më radhë, do keni shtim të kostove të tyre. Dhe nëse nuk do të ketë politika tjera ndihmuese apo nuk do të kenë mënyra tjera për të rritur përfitimet që ato kanë, do të jetë barë. Kështu që është një balancë e vështirë për të bërë. Në rastin konkret, në gjitha propozimet që bëhet nga partitë politike, arka shtetit shumë pak do të përfitojë, sepse të gjitha ato që marrin nga kjo pagë do të përjashtohen nga tatimi mbi fitimi, nga tatimi të ardhurave personale. Pra, nuk është se do të kemi një grumbullim të më shumë të ardhurash nga arka e shtetit. Do të kemi përfitim nga konsumatori dhe do të kemi një, nuk po e quaj dëm, po një vështirësi më shumë nëse qëndron vetëm me këtë pikë nga ana e biznesit, madh apo të vogël. Zakonisht kur rritet paga minimale në bizneset e vogla dhe të mesme, ato në një farë mënyre kanë pak më shumë vështirësi sepse u rritet faturat, sigurisht të ardhurat janë në ato limite. Cilat janë rrugët më të përshtatshme themi për të bërë, po themi një farë mënyrë rritjen e pagës minimale dhe a keni gjetur një strategji tek programet se si mund të bëhet rrugat e duhur, po themi, për të rritë pagën minimale? Fatkeqësisht do më duhet të them që po të shikosh programet e partive, qoftë atyre të mëdha apo qoftë atyre të reja apo më të vogla, nëse mund t'i quajmë, nuk shikon një qasje strategjike të mirëfill të strukturuar. Pra, që do të kemi rritjen e pagës minimale, që do shoqërohet me 1, 2, 3 apo masa tjera mbështetëse që lidhen po me këtë gjë. Jemi në nivele shumë bazike. Pra, kemi arritur në ato nivele ku thjesht partitë po i thonë njerëzve do të jap kaq, do bëj që të marrësh kaq para në muaj, 500 euro në muaj, 600.000 lekë ose 600.000 lekë të reja në muaj, pra jemi në nivel fare bazik. Nuk kemi një qasje strategjike të mirëfill që për 4 vite, përveç pagës minimale, do kesh këto benefite në ndalim të rritjes çmimeve, për shembull, do ketë këtë mundësi të reja punësimi, sepse do zhvillohen këto sektor, ti si biznes do kesh këto politika avantazuese, të cilat do të ndihmojnë ty që të mos ta kesh fare problem rritjen e pagave, përkundrazi, mos qëndrosh kjo pagë minimale, po të rritesh edhe më shumë. Nuk e kemi të artikuluar në programe. E kemi të artikuluar në për takime elektorale, mitingje këtu aty, nga drejtues të mëdhenj politik, sidomos shikojmë, sidomos ditët e fundit që PD-ja e ka kryesisht tek biznesi, ndihma ndaj bizneseve, apo ndihma në përgjithësi fiskale ndaj qytetarëve dhe bizneseve, ndërkohë që PS-ja ka më shumti tek pjesa e integrimit evropian dhe zhvillimi në sektor të qëndrueshëm të caktuar si turizmi, për shembull. Në fakt, ju shkua tek programet vetë dhe çfarë keni konstatuar, po themi ju jeni marrë me analiza të vazhdueshme, çfarë keni konstatuar tek programet elektorale? Çfarë programesh janë? Programe më shumë politike apo programe ekonomike? Janë tërësisht politiko-demagogjike. Nuk duhet ta pranem. Shiko, ti themi 2 ose 3 të vërteta që na rezultojnë. Fakti që të gjitha partitë mëdha dhe të vogla bien dakord që
duhet rritur paga minimale dhe ajo mesatare, dhe janë edhe në shifra po thua njësoj. 500 euro, 600.000 lek. Shumë e afërt. Mesatare 1.200, 1.250 tjetra. Ai 50 euro që më shumë nuk është se do e bëjt pasur njerëzit. Ky fakt tregon që të gjithë forcat politike e konstatojnë që ka një problem të madh në shoqërinë shqiptare. Që gjithë ky zhvillim ekonomik, mos harrojmë që GDP-ja është dyfishuar nga para 10 vitesh, po thjesht dyfishuar, nuk është shpërndar tek shumica e qytetarëve. Pra, gjithë ky zhvillim i madh, ky dyfishimi i të ardhurave bruto të gjithë Shqipërisë, përdimin brendshëm bruto, nuk ka shkuar në shumicën e duarve të qytetarëve, ka shkuar në pak duar, le të themi. Mos të hyjmë diskutimin të oligarkia apo jo, po ka shkuar në pak duar. Dhe kjo gjë tashmë është e qartë, por ndryshe nuk do kishte nevojë që ato të shpreheshin në këtë formë. Nga ana tjetër, të gjithë partitë bin dakord që ka një nevojë të madhe për të ndihmuar biznesin e vogël. U bë shumë vite që dëgjojmë biznesi i vogël ka nevojë të ndihmohet, edhe prapë jemi po në të njëjtin stad, biznesi i vogël ka nevojë të ndihmohet. Kjo do të thotë që kemi disa probleme strukturore në ekonomi. Dhe unë nuk shoh që programet e partive të adresojnë problemet strukturore. Pse kemi 4, 5 apo nuk e di se sa fushata që vazhdojmë flasim për politikat fiskale për biznesin e mesëm dhe të vogël, në ndihmë në favor të tyre. Mjaftu shumë kohë 15 vite për të rregulluar. Ka filluar që në fushatën 2005 dhe pasaj në 2009, pra nuk është vetëm e njëri të krah, i të dy krah, fushatat e dy krahëve, o 5-6 fushatat mëdha që përmendën po të njëjtat gjëra. Pse kemi po këto probleme? Kjo është një çështje që në fakt ka të bëjë del përtej një partie, po duhet të jetë një diskutim në tërësi i shoqërisë tonë. Kur me asa keni lexuar nga programet, janë të kostuara si programe, po themi, keni konstatuar, ka një logjik reale se si mund shkohet, apo është programe të cilat japin disa mesazhe, po themi, të përgjithshme, pra vëreni që ka një lloj ndërgjegjësimit të subjekteve politike, po themi, që cila është impakti një mase apo një mase tjetër? Në atë që shohim të publikuar dhe të shkruar, jemi në nivel në sloganeve. Që do të thotë, do të japim kaq para për këtë, do të ofrojmë ty si pensionist pensionin 200 euro, për cilin gjithashtu bin dakord dhe palët. Po. Janë bazuar tek një studim i avokatit popullit të minimumi etike dhe i bankës botërore, që kanë nxjerrë $205 në famshëm. Por ama, nëse do të shikojmë më tej që, çfarë efekti do të ketë në buxhetin e shtetit, si do të mundsohet kjo rritje, me çfarë ndryshime strukturore, nuk e gjejmë të shkruar në programet që ato japin. Dhe unë nuk shoh as të artikulojnë, pra që të kemi një qoftë një diskutim televiziv apo një aq më tepër një miting elektoral ku të artikulohet në mënyrë mirëqen programi. Jo vetëm çfarë do përfitojë konsumatori përfundimisht, shumën, por edhe të gjithë qasjen strategjike deri në fund. Sot kishim prezantimin për shembull nga ana e Partisë Socialiste të projekteve infrastrukturore. Pati do të thotë që kemi hyrë në një diskutim pak më makro, pak më strategjik. E megjithatë prap, nuk e gjejmë këtë gjë në programin që ato kanë paraqitur, programin ekonomik. Pra po detajohet si program, po themi me prezantime publike. Duket më shumë sikur po lind nga nevoja e përditshme që duhet sqaruar edhe kjo, duhet sqaruar dhe ajo gjë tjetër. Ama nuk duket sikur është e mirë menduar nga përpara, por ndryshe duhet ishte shkruar transparente, pse nuk është. Kjo është një pikë pyetje e madhe. E kuptoj. Në fakt se ju shkuat fakt ajo që do ju pyesja. Këtë herë duket sikur premtimet janë vetëm për qytetarët, po themi për ato një rishpërndarje, u thatë pak më para të gjitha subjektet politike, rishpërndarje për para që qytetarët i fusin në xhep direkt edhe masat dhe bizneset. Por duket sikur mungojnë ato që quhet projekte strategjike, afatgjata, po themi investimet e mëdha, jemi mësuar tek projekte për rrugë, jemi projekte për novatore paksa, themi që ka një lloj impakti, por janë edhe më afatgjata. Është lënë qytetari pra në qendër qytetari bujku dhe mbase këto projektet e mëdha janë lënë jashtë, ka ndonjë arsye mendoni apo kanë përfunduar themi projektet e mëdha në këtë vend edhe absolutisht, nëse do kishin mbaruar projektet e mëdha, në Zvicra na kishte zili. Do ishim madje do merrshin shembull nga ne. Padyshim që ne kemi nevoja të mëdha edhe strukturore dhe strategjike. Ka filluar disi të artikulohet. Sot PD-ja sot në Vlorë e artikuloi pak. Edhe PS-ja sot zëvendës kryeministri artikuloi disa projekte infrastrukturore të caktuara, të cilët ishin në shërbim kryesisht të turizmit,
Pra, në farë mënyre u detajua Tha zëvendës kryeministja, pra nga projekte që ne kishim për korridoret, po themi, të mëdha infrastrukturore, tashmë po shkojmë tek korridoret rajonale. Në farë mënyre ka një lloj orientimi. Ka një lloj orientimi, po në shërbim të turizmit, qoftë turizmi brëgëtar, por edhe turizmit më brenda vend, pra diversifikimi i ofertës turistike. Pra në farë mënyre jepet një orientim strategjik kush do të sektori që do synojë Shqipëria më shumë. Njëjta gjë edhe me Partinë Demokratike, që pak a shumë në këto nivele po shkon. Por e theksoj, nuk më duket se vjen e mirë menduar dhe e mirë programuar. Përndryshe duhet ishte thënë që në fillim fushatës, ose muaj përpara në momentin që dolën programet, sepse një program i mirëfillt ekonomik, se bëhet fjalë për 4 vite të ardhshme të qeverisë, çfarë do bësh në 4 vite? Duhet i kishte të përfshira. Duhet i kishte transparencë për qytetarët, jo vetëm muajin e fundit, dhe jo vetëm që duket sikur dalin gjitha partitë politike pra këtë bëjnë, në fakt. Duket sikur po i nxjerrin me ngërsh dhe duket sikur sa më shumë bien në kontakt me qytetarët dhe ndjen nevojat, sikur po, më thonë po shpikin apo po gjejnë një zgjidhje ad hoc. Po, këto zgjidhjet ad hoc që i thon deri për ditën e zgjedhjeve, nuk e di se sa të mirë menduar janë pastaj për të vënë ekzekutim, për të vënë zbatim mbas zgjedhjeve me qeverinë e re. Kjo është pyetja më. Në leximin që ju keni bërë programe apo premtimeve të quajmë se shpeshherë mbase jo gjitha në programe janë premtime elektorale, se mbase ne konsiderojmë sikur janë programe qeverisë disa prej tyre. Çfarë po themi keni konstatuar, po themi premtime apo angazhime që ju kanë tërhequr vëmendjen pak si ekonomistë që janë dukur pak ndoshta pikante ose për mirë ose për keq? Çka, unë konstatoj dy bloqe të mëdha me dy orientime. E djathta, PD-ja, kryesisht po fokusohet shumë tek pjesa fiskale. Rikthim taksesh, falje gjobave që u tha sot apo dje mos gaboj nga kryetari i PD-s dhe nga të tjerë në kur ishte tek vizita të tregu industrial, ndihmë gjithashtu për punësimin në bizneset e vogla. Nga ana tjetër, shohim Partinë Socialiste që po tenton të orientohet, padyshim edhe deri diku bizneset, po theksin më të madh e ka tek zhvillimi i qëndrueshëm të familjeve dhe i qytetarëve. Pra rritje të ardhurave për qytetarën dhe për komunitetet të cilat deri më sot nuk kanë përfituar shumë nga zhvillimi ekonomik. Mua kjo më tregon që praktikisht ato po e bëjnë diferencim me njëra tjetrën, se jo se ato nuk flasin për çështjet që kanë kalë beteje secila, më tregon që ato e kuptojnë që kemi të bëjmë me problemet mëdha, me diferencimet mëdha brenda grupeve shoqërore në nivel ekonomik, gjithmonë brenda Shqipërisë. Pra zhvillimi në Shqipëri, i cili që mas 90-s u deklarohej që duhet të ishte një trajshëm, zonat rurale do të zhvilloheshin e tjerë, nuk është i trajshëm. Pra po e pranojmë këtë gjë. Mirë, nga që kemi një zhvillim të qëndrueshëm të një trajshëm, do duhet që edhe programet të jenë programet mirëfillta, ndërkohë që ato që shikojmë dokumentat që janë publike dhe që aq sa mund të analizojmë, nuk na rezultojnë të këtilla. Nuk kemi asnjë për shembull nga programet që të shoqërohet me një projekt buxhet. Por sa do kushtoj, ku do i gjejmë burimet e të ardhurave, ose si do orientojmë burimet ekzistuese. Po mund të jetë strategji e partive politike që japin ato mesazhet kryesore dhe ndërkohë kanë ato ekipet e tyre që mbase i bëjnë detajimin e vazhdueshëm. Nuk e vend dyshim që mund t'i kenë, po aktualisht publiku nuk i gjejnë publikuara. Në momentin që unë nuk i gjej publikuara, kam drejtë ngrej pikpyetjen, të ngrej hijen e dyshimit, sepse në fundit roli i partive dhe mbi gjitha në një fushat është pikërisht bëj transparente çfarë do bëj 4 vite në qeverisje. Nuk po flasim për çështje sekrete shtetërore, po flasim për çështje të zhvillimit ekonomik dhe impaktit që ka mbi qytetarët, mbi ne. Në një pyetje të fundit, ju si ekonomist jeni, po themi, jo i lumtur, po i kënaqur për faktin që si ka marrë kjo fushat deri tani të paktën ku paktën po diskutohet për ekonominë, se zakonisht kemi parë fushatat të çfarë me gjithë këto kritike që unë thash deri tani, është vërtet për t'u lavdruar fakti që ne po dalim nga retorika boshe, do e quaj unë, apo dhuna verbale kundrejt njëri tjetrit gjatë gjithë fushatës, dhe partitë po fokusohen në çështje konkrete që më interesojnë mua si qytetar në jetën e përditshme. Ky është një ndryshim i madh dhe jam i sigurt që nga fushata në fushat vetëm se do thellohet edhe do mirë strukturohet kjo gjë. Kjo është lajm i mirë. Padyshim që më në fund po flasim për çështje konkrete, për hallet konkrete të përditshmërisë së njerëzve dhe me shpresë që do adresohen më pas. Zotëseva, ju falenderoj për këtë bashkëbisedim. Faleminderit për ftesën. Shikues e televizionit kanë pak minuta publicitet për të rikthyer në pjesën e tretë.
Kemi bërritur në pjesën e tretë të Election Room, pasi kemi diskutuar për pagën minimale, kemi bërë për llogaritit e secilit subjekt politik, cilë do të ishte fatura për buxhetin e shtetit. Kemi pasur një diskutim me zotin Ergis Sefa për të analizuar pikërisht impaktin që mund të kishte paga minimale, rritja sforcuar, masat që duhet merren, por gjithashtu kemi pasur dhe bashkëbisedim me zonin Milva Ekonomi nga Partia Socialiste për shpalosur programin. Tashmë është momenti për të lidhur me dhomën tjetër të Election Room me kolegen time Gjorgjina Deda, e cila do të na sjellë statistika interesante për pagën minimale. Gjorgjina, mirëmbrëma. Krishtin, mirëmbrëma, përshëndetje. Çfarë të rejash, po themi, çfarë shifrash keni përthyer ju për sa i përket premtimeve që partitë politike kanë pasur për pagën minimale? Paga minimale, Krishtin, që teorikisht duhet mbulojë nevojat më bazike për të bërë një jetë dinjitoze dhe për të patur një mirëqenie të caktuar, shpesh herë shihet në kufijt minimal të mbijetesës. Megjithatë, krahasuar me minimumin jetik sigurisht që ka një diferencë. Por premtimet në këtë prag fushate, në këtë prag zgjedhjesh, duket sikur premtojnë një pagë minimale më të lartë nga ajo çka ne kemi tani më të vlerësuar në 400 euro ose 40.000 lekë. Unë kam sjellë një këndvështrim ndryshe të pagës minimale, sa do të jetë rritja dhe çfarë mund të bëjnë qytetarë shqiptar ndryshe pra me këtë pagë. Atëherë referuar grafikut, unë e theksova paga minimale aktuale në Shqipëri është 400 euro dhe sigurisht duhet marrim konsiderat që krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian është ndjeshur me ulët, megjithatë do të shohim më vonë një krahasim pra me rritjen që do të bëhet në bazë gjithmonë në bazë premtimeve se sa mund të arrijë paga minimale në vend. Megjithatë le të mbetemi në grafikun që shfaqet pasmije ku premtimi për pagën minimale varion nga 500 deri në 600 euro. Çka do të thotë Krishtin, një rritje krahasuar me pagën aktuale prej 100 deri në 200 eurosh. Por çfarë mund të blesh pra me këtë shtesë në Shqipëri përveç se të rrisësh konsumin sa i përket atyre zërave kryesor të shportës së shqiptarëve, pra të shportës së shpenzimeve, përveç atyre, përveç ushqimeve apo mirëmbajtjeve apo kostos së qeras dhe banesës, çfarë mund të bëjë tjetër një qytetar shqiptar pra e sjell ndryshe kjo shifër? Mund të shtoj Kreshnik 3 deri në 6 kafe më shumë në ditë, nisur nga shtesa pra prej 100 deri në 200 euro për një muaj. Pra në qoftë se zakonisht mund të pi 1 deri në 2 kafe, me këtë shtesë mund të shkoj nga 3 deri në 6 kafe në ditë. Mund të blej 13 bileta më shumë për teatr për të gjithë njësinë ekonomike familjare që sipas të dhënave të Censit për vitin 2023 për llogaritet në 3.2 antar. Pra për të gjithë familjen mund të shtoj rreth 13 bileta më shumë, pra të shoh 13 shfaqje më shumë për gjatë një muaji. Nga ana tjetër kemi 2 deri në 4 darka ose dreka për 2 persona në një restorant ku vlera mesatare për llogaritet në 50 euro. Nga ana tjetër kemi një bilet vajtje ardhje për në Paris, pra e cila varionte nga sipas anjësive të ndryshme të udhëtimit nga 110 deri në 200 euro. Pra pak a shumë. Pra të shpresojmë që të mos shpenzojnë këto para për kafe, të shpenzojnë për bilet teatri. Këto para unë kryesisht kam zgjedhur që t'i fuste grupi i argëtim dhe kulturë, pra që është në zërin e shpenzimeve dhe me këtë vlerë, këto janë disa nga variantet që një qytetar ose një familje shqiptare mund të bëjë me shtesën e pagës minimale nga 400 pra deri në 500 dhe 600 euro, siç thuhet sipas premtimeve. Megjithatë, unë e theksova edhe më herët që familjet e ndryshme shqiptare kanë nevoja të ndryshme, ceka që paga minimale shpeshherë duhet mbuloj nevojat më bazike, por shihet edhe në kufijtë e mbijetesës gjithmonë referuar edhe situatave të çmimeve me të cilat jemi përballur kohët e fundit dhe presionet inflacioniste. Shumë analizë interesante në fakt, Gjorgjina, po kur analizojmë pagat ju bët ditën e djeshme keni pasur një analizë të pensioneve, se si do të ndryshoni, keni bërë një analizë se si mund të ndryshoni në rajon, jo thatë pak më parë, si është situata për rajon. Këtë na tregoi grafiku 2. Mbrëmjen e djeshme ne theksuam se si do të varionte masa e pensionit nisur nga premtimet që janë bërë pra sa i përket kësaj pike dhe duke krahasuar me rajonin, sepse unë theksova që sigurisht Shqipëria bën hapa para kur e krahasoj me veten në periudha të ndryshme kohore, megjithatë kur e krahasoj me komshin tanë, le ta quajmë kështu, pra me vendet e rajonit apo me vendet e Europës, ka diferenca të ndryshme dhe të ndjeshme në disa prej treguesve kryesor makroekonomik. Ditën e sotme unë kam zgjedhur të sjell pra sa do të arrijë paga minimale me shtesat që mund të bëhen gjithmonë referuar në bazë të premtimeve dhe si e konkuron kjo vlerë, pra si konkuron vendet e rajonit. Atëherë unë dua të prek secilin prej vendeve. Mali i Zi aktualisht regjistron një nivel pagë minimale prej 533 euro, ndërkohë kemi Serbin me një pagë minimale prej 524 eurosh, ndiqet nga Bosnia Hercegovina me 487, Maqedonia e Veriut me 542 euro dhe ndërkohë nga ana tjetër Kosova me 350 euro sipas ndryshimeve më të fundit.
kemi Shqipërinë me pagën 500 deri 600 euro. Në qoftë se në bazë të premtimeve që ka bërë se cila parti, në qoftë se partit fituese të garës së 11 majit janë ato të cilët kanë premtuar një pagë minimale për 600 euro, rezulton që Shqipëria me këtë nivel mund të konkurojë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, pra mund të arrijë pagën minimale më të lartë. Ndërkohë, në qoftë se kemi pagën minimale, pra në qoftë se marrim rastin kur paga minimale mund të shkojë në 500 euro, ne te kalojmë vetëm Kosovën dhe Bosnjë Hercegovinën, pak a shumë jemi në të njëjtën situatë pra krahasuar me vendet e rajonit siç ishim dhe mbrëm me nivelin e pensioneve. Pra në gjitha rastet, Gjorgjina, do subjekt politik të fitojë në këto zgjedhje, mjafton vetëm të mbaj premtimin dhe Shqipëria ndryshon renditjen e rajon, pra si për sa i përket pensioneve ashtu edhe për sa i përket pagës minimale, dhe jo vetëm për pensione dhe për pagat, por edhe për një sër premtimesh të tjera. Nëse premtimet mbahen, Shqipëria mund të kalojë ndjeshëm vendet e Ballkanit Perëndimor dhe disa nga vendet e Bashkimit Evropian në fakt dhe të rrisë mirëqenien e shqiptarëve. Por në rastin e 500 euro ne afrohemi shumë afër malit të Zi, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, por fatkeqësisht nuk mund të arrinim të tekalonim dot dhe të konkuronim ato. E njëjta gjë do të ndodhi sigurisht edhe me pagën mestatare, ku ne do të flasim në vijim për këtë premtim dhe do të shohim pra se si paraqitet premtimet sa i përket t'i treguesit dhe si do të konkurrojnë me rajonin, por kjo do të jetë në vijim. Unë dua Kreshnik që të shkëputem pak nga premtimi i pagës minimale dhe dy grafikët që unë solla dhe analizova sot në studion e Election Room për të kaluar në një grafik tjetër i cili flet për rrjetet sociale. Siç e dim, mënyra e të bërit fushata dhe premtimet elektorale apo aktivitetet e drejtuesve të partive të ndryshme apo kandidatëve të ndryshëm tani më bëhet në një arenë tjetër. Pra nuk kemi vetëm terrenin, por kemi parë hapas hapi që rrjetet sociale janë shndërruar në një tribun të fortë politike ku shumë prej kandidatëve, shumë statuse apo story që ato hedhin janë kthyer në një strategji apo në premtim dhe ndërkohë nga ana tjetër mund të them që shumë like që marrin apo reaction të ndryshëm mund të jenë një shpresë për një vot më shumë. Cili nga drejtuesit e partive politike udhëheq në një farë mënyrë rrjetet sociale, do ta shohim në grafikun që shfaqet pas meje, ku në rastin konkret kemi marr Instagramin pra si rrjetin social. Unë dua të theksoj që në krahasim Instagrami me Facebookun, unë kam zgjedhur këto dy rrjete duke qenë se kanë qenë dhe më të populluarat pra sa i përket ndjekësve që ato kanë diferenca të ndryshme me njëra tjetrën. Le ta nisim Instagramin kur duket sikur lideri i Partisë Socialiste Edi Rama kryeson me një vlerë prej 619.000 ndjekës. Pastohet pra nga lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha me një vlerë prej 113.000 ndjekësish. Ndërkohë nga ana tjetër kemi Lulzim Bashën pra të Partisë Euroatlantike i cili ka një vlerë për 84.900 dhe më vonë ndiqet nga Adriatik Lapaj, Agron Shehaj, Tom Doshi, Endrit Shabani dhe Arlind Qori. Pra pak a shumë kjo është beteja në rrjetet sociale të liderëve kryesor pra të partive të cilët pra do të garojnë në zgjedhjen 11 majit. Ajo çka ne do të shohim në këtë grafik dhe në grafikun e radhës, për ta sjell edhe më vonë, mund të jetë një diferencë se si do të ndryshojnë pra ndjekësit nga ky moment që unë prezantova të dhënat edhe më vonë, hapas hapi në Election Room do të sjellim se si ka ndryshuar pra këto vlera. Megjithatë, unë do doja të kaloj te grafiku i dytë që siç e përmenda ishte rrjeti social Facebook, ku duket se udhëheqësit e partive kryesore që do të garojnë kanë një diferencë më të lartë të ndjekësve se sa në rrjetin Instagram. Pra është më popullor, le të themi kështu. Shohim që sërish kryeson lideri i Partisë Socialiste Edi Rama me një vlerë prej 1.6 milion ndjekësish në këtë rrjet social dhe kohët e fundit kemi parë që të gjithë liderat e partive që shfaqen në grafikun pas meje kanë qenë mjaft aktiv, jo vetëm për treguar pra aktivitetin e tyre editor politik, por gjithashtu edhe për të shpalosur strategjitë e tyre apo programet politike. Ndiqet nga Sali Berisha me 1.1 milion ndjekës në këtë rrjet, kemi Lulzim Bashën që ndjekësi i treti me 633.000, pasohet nga Agron Shehaj me 135.000, Adriatik Lapaj ndjek më vonë me 90.000, ndjekur nga lideri i Partisë Social-Demokrate Tom Doshi me 89.000, Elena Kosashi me 66.000, më pas vijon Endrit Shabani, Enkeleda Libej, Dashamir Shehi, Arlind Qori dhe Edmond Stojku i ADR-s pra Aleanca Demokracia e Re me 3.400 që regjistrohet edhe në fund të këtij grafiku. Pra pak a shumë kemi liderët popullor të cilët kryesojnë, megjithatë
në vijim të emisioneve tona, në vijim të puntatave tona, do të shohim se si do ndryshojnë të tregues, cili do rritet më shumë, cili do bëhet më popullor dhe cili nga ana tjetër mund të ndodhë që mund të bien edhe ndjekësit në varësi të... Në fakt, ju Gjorgjina thatë që në fakt fushata, një fushatë është në terren, por është edhe fushata tjetër që është fushata rrjeteve sociale. Që ka vazhduar më herët, le ta përmendim, le të theksojmë që ka vazhduar më herët se ajo në terren. Dhe sigurisht një nga elementet besoj që ju do të monitoroni do të jetë edhe shpenzimet që partitë politike do të bëjnë, pra sa para do hedhin rrjetet sociale subjektet politike. Po, është e vërtet. Do të sjellim her pas here detaje të ndryshme që lidhen pra me këtë tribunë politike që bëhet, që zhvillohet në rrjetet sociale, Krishnik. Gjorgjina, të falenderoj shumë, do ritakohemi sërish nesër. Faleminderit ju. Shikues televizorit Skandita, sot me ka qenë një ditë intensive për sa i përket aktiviteteve politike, kemi pasur deklarata, premtime, takime të vazhdueshme dhe do ju ftoj të ndiqni zhvillimet kryesore që ka pasur partitë politike për sa i përket takimeve elektorale në vend. Logjika e bërjes së rrugëve për të sjellë më shumë ekonomi, qoftë për njerëzit që i aksesojnë, qoftë në shkallë kombëtare. Dhe nga ana tjetër, për të hapur në mënyrë të vazhdueshme shtigjet dhe për të rritur në mënyrë të vazhdueshme hapësirën në shfrytëzim të një vendi që ka ambicien të bëhet kampion i turizmit në Ballkan. Dhe faktikisht ky është rrjeti i rrugëve i akseve kryesore kombëtare. Po të shikoni panoramën e gjithçka që është bërë në gjithë këto vite, është pikërisht krijimi i një rrjeti damarësh dhe arteriesh, të cilat të gjitha bëjnë sens sepse janë të lidhura me njëra tjetrën. Korridori 8, i cili ka si qëllim ndërlidhjen midis Italisë, Shqipërisë, Maqedonisë Veriut dhe Bullgarisë. Një korridor i rëndësishëm i infrastrukturës rrugore hekurudhore, një korridor shumë i rëndësishëm energjetik, pra i linjave transmetimit, por mbi të gjitha një korridor i rëndësishëm i sigurisë. Më përpara se faza nga Elbasani në Lekaj, kemi nisur ndërtimin e segmenteve nga Elbasani në drejtim të kufirit me Maqedoninë e Veriut. Çfarë do të bëjmë në 4 vjeçarin e ardhshëm? U adresuan emergjencat, problematikat jetike të sistemit rrugor shqiptar, u zgjidhën korridoret e mëdha, të cilat do të lidhin transportin rrugor me transportin e kurudhor, me atë detar, me transportin ajror, dhe tashmë ka ardhur koha për një zhvillim tjetër. Ka ardhur koha për një zhvillim i cili hyn brenda rajoneve. Ne nisim dizenjimin e disa rrugëve të cilat lidhin rajone të ndryshme, duke rritur kështu kapacitetet ekonomike bazuar mbi turizmin, bazuar mbi bujqësinë, bazuar mbi ekonominë e shërbimeve, dhe e para që unë do desha të prezantoja është ajo që ne e quajmë rruga e Bregut, dhe është rruga që lidh Dërmiun me Sarandën. Në 2020, që më në fund Shqipëria të merrte dritën jeshile për nisjen e projektit të ndërtimit të hekurudhës Tiranë, aeroporti i Rinasit, Durrës. Mbi 75% e këtij projekti tashmë është i përfunduar. Të gjithë komponentët së bashku do të jenë përfunduar në pranverën e vitit 2026. Në planet tona parashikohet që në 10 vitet e ardhshme Shqipëria do të ketë një rrjet modern hekurudhor prej 530 kilometrash, të cilët do të lidhin veriun dhe jugun, dhe e thënë kjo, unë do ta vazhdoja këtë prezantim me Vor Hanihotit. Rehabilitimi i Durrës-Rogozhinës është segmenti i parë i korridorit të 8, gjastësia është 34 kilometra dhe punimet për këtë fillojnë në tremujorin e parë, pra në janar të vitit 2026 hapet një kantier tjetër në Republikën e Shqipërisë, në ndërkohë që rehabilitimi i linjës Rogozhin-Pogradec, e cila e çon këtë linjë në kufi me Maqedoninë e Veriut, ka një gjatësi prej 120
plus 4 kilometrash, 120 janë në tokën tonë dhe 4 kilometrat janë në zonën kufitare, pra me Maqedoninë e Veriut, dhe pritet që sipas të gjithë proceseve që ne duhet të ndjekim edhe për këtë segment, që është segmenti më i madh i korridorit të 8, ne të nisim punimet dhe gjithçka tjetër në vitin 2028, sipas fazave të përgatitjes së projektit inxhinierik nga WBIF-i. Për bizneset e vogël, ne do ulim çmimin e energjisë dhe për gjitha bizneset nga 18 në 6 lek. E kemi pas 6 të zbërësim prapë. Tavanin 120.000 euro pa taksa do e ngrem në 180.000 euro. Edhe kjo është një lehtësim, një frymarrje. Taksat e bashkisë, të cilat shkojnë në absurditet sepse, siç e dini, kanë qenë shumë më të ulta. Unë për shembull isha tek një treg tjetër dhe u mirte për pllakat jashtë, u mirte 1500 lekë për metër katror, kemi patur 120 lekë. Do zbres në 120 lekë, ku është tokë publike, ku është trull publik. Do ta bëjmë dhe këtë. Ujnë do ta përgjysmojmë tarifën e ujit. Dhe bashkia nuk do mund me ligj të vendosë më shumë se 1% të xhiros. Taksa sot shkon deri në 8% të xhiros, 7% të xhiros dhe sillen në mënyrë absurde. Plus që do ketë lehtësira edhe në dogana. Çka do e bëj furnizimin tuaj më të lirë. Por do bëjmë gjithçka për frymarrje më të madhe. Sepse për ne biznesi i vogël është themelor për punësimin e njerëzve. Dhe ne besojmë se duke i shpëtuar nga ngarkesa absurde fiskale, u mbeten para më shumë, e zgjerojnë më mirë biznesin dhe punësojnë dhe të tjerë dhe familjet marrin një mirëqenie më të mirë. Do ulim çmimin e energjisë me 3 herë, çmimin e ujit me 2 herë, do rrisim tavanin pa taksa nga 140.000 euro në 180.000 euro. Pra, kemi një kuadër emergjence, do falim të gjitha gjobat mbi ju. Si a kalon? Si të kam? A je mirë? Si je? Si a kalon? Mirë, faleminderit. Si shkoni? Mirë, faleminderit. Gëzohem shumë që u takoj. Faleminderit. Tani ne kemi një program për biznesin e vogël. Dhe këtë program e konsiderojmë shumë të rëndësishëm, sepse biznesi i vogël është biznesi i punësimit. Është biznesi i punësimit. Ndaj dhe do të ngrim tavanin e taksave, pa taksa do thot, nga 120.000 euro në 180.000 euro. Po, absolutisht. Do heqim çdo gjop që kanë vendosur me ju. Do të pjestojmë me 3 çmimin e energjisë elektrike, çmimi i pllakave publike, ata që kanë biznes, që nxjerrin tovolina, që kanë pllaka publike, nga 1.500 do zbres në 120 lekë. Pra, ne shpresojmë se brenda një kohe të shkurtër të krijojmë një hapësirë më të madhe për ju, për bizneset, ju investoni më shumë, punësoni më shumë. Çdo shqiptar që vjen nga diaspora dhe don të investojë në Shqipëri, do jetë 5 vite pa asnjë taksë. Kursimet e tij të investojë pa taksë. Së dyti, do ketë kredi të buta për strehimin e tyre. Së treti, do ketë lehtësira të tjera të veçanta për suksesin e tyre. Janë më të vlefshme se në konton e qeverisë, në kuptimin që i përdorni më mirë, zgjeroni biznesin dhe punësoni më shumë. Dhe ne presim mbështetjen tuaj për këtë program.
Kemi ndjekur deklaratat e subjektive politike gjatë ditës sotme, premtimet e tyre dhe angazhimet e tyre në këtë fushat elektorale. Tashmë është momenti për të kaluar tek rubrika e kolegës sime Elizabeta Dos, ku që do të na sjell intervistat e dy kandidatëve që kalojnë për të parë. Është Ana Nako që kandidon për Partinë Socialiste në Fier dhe Akel Kraja që kandidon për Partinë Demokratike në Tiranë. Bashkë këtu ndahemi për të ritakuar nesër në orën 20. Natën e mirë. Mirëmbrëma, takohemi së bashku tek kandidati për të sjellë pranjush kandidatët e këtyre zgjedhjeve për te kostumeve të tyre zyrtare. Nga mosimdhënia për brezin e ri tek salla e kuvendit, ajo është Ana Nako, e renditur në listën e sigurt për PS-n në qarkun e Fierit, Bashkia Divjak. Ana, mirë se erdhe, është kënaqësi të të kem në studio. Faleminderit, kënaqësia është imja. Jam kurioze, si është të rritesh në Divjak, ju jeni nga Divjaka si një vajzë, një grua dhe tashmë një figurë publike në këtë qytet? Të rritesh dhe të jetosh në Divjak si një vajzë dhe më pas si grua është të edukosh dhe të edukohesh me dashurinë për njerëzit, për natyrën e bukur, për tokën, për punën. Ndërsa sot si figurë publike ndjej përgjegjësinë që duhet të jem zëri i fort i grave dhe vajzave të kësaj zone që ende nuk e kanë gjetur vendin e tyre pa harruar nga vij. Divjaka është një qytet i vogël në fakt, që ndoshta ka një lloj qytetet e vogla kanë pengesa në fakt për gratë, nuk është se e kanë kaq të thjesht të ecin. E ke ndjerë këtë peshë në një qytet të tillë? Divjaka është vërtet një qytet i vogël, por një qytet i bukur, i cili ka një potencial natyror dhe njerëzor. Aty jetojnë njerëz punëtor, njerëz të mirë, njerëz të formuar, që nuk ta japin këtë ndjesi. Ju jeni shkolluar për matematik në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Shkencave. Pra, një figurë eksakte do ta quaja unë. Po. Keni dhënë mësim dhe prej 20 vitesh, tashmë kam mbyllur një rrugtim prej 20 vitesh në arsim, 10 vite si mësuese, në shkollën ku unë jam arsimuar, pikërisht në fshatin Këmishtaj të njësisë administrative gradisht në Bashkinë Divjak, dhe më pas, gati për 10 vite, drejtuese shkollash. Si ka qenë kjo eksperiencë, ti jesh drejtuese në një zonë të tillë? Ndoshta jo vetëm në një zonë të tillë, po si kudo, ka sfida, ka punë, ka përkushtim, po nuk do ta mendoja punën dhe detyrën me gjini, po me përkushtim dhe me rezultat. Të gjithë së bashku në stafet ku kam punuar, kemi arritur dhe kemi marrë rezultate të kënaqshme. Me punë, sigurisht. Sa e formon apo e ndryshon komunitetin një grua që është në drejtim dhe në një drejtim të një shkolle, që është baza, le të themi, për formimin e brezave të rinj, të cilët e përçojnë më pas dhe tek familjet e tyre që ndoshta mund të kenë mungesa ndër vite? Mendoj që roli i një gruaje në formimin e të rinjve është një rol vendimtar, diku ke thënë një fjalë, ashtu siç duhet, diku ke dhënë një udhëzim të drejtë, diku ke dhënë një dorë për ndihmë, dhe je bërë kështu pjesë e formimit të brezit të ri. Jo vetëm, dhe kjo ka qenë përtej mësimdhënies, dhe nuk ka mbetur vetëm tek të rinjt, ka shkuar në familjet e tyre, në komunitetet ku ata jetojnë dhe më pas në shoqëri. Është i pazëvendësueshëm ose e pazëvendësueshme ndjesia që merr kur formon brezin e ri dhe je mbështetje për ta, bëhesh model, bëhesh shembull. A mendon se janë më të zonjat gratë në vendimarrje, në drejtim, në të qenit lidere, apo? E thash dhe pak më parë, nuk dua ta shoh punën apo detyrën të ndarë në gjini, por ditë them që gratë nga vetë natyra punojnë me kujdes, punojnë me disiplinë, punojnë me vëmendje, punojnë me ndjeshmëri, nuk e shikojnë detyrën thjesht si administrim të një institucioni, për shembull, po si një shërbim ndaj njerëzve dhe këtu pastaj futen dhe ato ndjesit shpirtërore. Në këto 20 vite eksperiencë në mësimdhënie, mban mend momentet më të bukura apo ndonjë moment më të vështirë që ka mbetur në kujtesë? Si në çdo profesion, edhe në arsim, në profesionin e mësuesit, ka momentet bukura, ka edhe momentet vështira. Si momentet bukura kujtoj, jo vetëm unë, po ndoshta gjithë mësuesit kujtojnë ato momente kur shohin që kanë dhënë për nxënësit, kanë ndikuar në formimin e tyre dhe pastaj kanë parë rezultatin dhe suksesin e punës tyre. Një punë kjo jo e bërë vetëm prej meje si drejtuese, po e gjithë grupit
që punon në shkollë. Ndërsa momentet vështira po, në arsim ka momentet vështira. Cilat janë ato? Nuk dua ti cilësoj ndoshta të përcaktuar, apo janë ato momente kur duhet marrësh një vendim dhe në atë moment ti kthehesh rolit të edukatorit përgjegjshëm dhe merr vendimin në ato kushte ku nxënësi vendoset në vendin e parë. Si vendosët të bëheshit pjesë e politikës, nga mosimdhënia në politikë, në logon e një partie të fuqishme dhe në listë të sigurt për qarkun e Fierit dhe Bashkinë Divjak? Ishte një ambicie juaja, ishte një propozimi bërë nga të tjerët, si gjendeni sot këtu? Nuk jam rastësisht, prej vitesh jam pjesë e strukturave të Partisë Socialiste, prej vitit 2015 kryetare e Këshillit Bashkisë Divjak, ndërsa këtë herë nuk e prisja, ishte një propozim nga drejtuesja politike e qarkut, zonja Belinda Balluku, cilën e falenderoj me zemër, gjithashtu edhe kryetarin e Partisë Socialiste, zotin Edi Rama, shumë faleminderit për mundësinë që më dhanë. Jam në listë sigurt, po e shoh si një përgjegjësi shumë të madhe. Çfarë përgjegjësie për shembull? Në qoftë se të besohet, një detyrë duhet ta kryesh maksimalisht mirë. E shikon si një vlerësim shumë të madh faktin që nga mosimdhënia je në listë sigurt dhe ndoshta nuk do duhet sigurisht që ju luftën tuaj do ta bëni, po të paktën jo nga ata që janë në listë të hapur, domethënë le të themi ju ka vlerësuar më shumë se ç'duhet në këtë drejtim. Në raport me kolegët e tjerë, kuptohet. E shoh si përgjegjësi shumë të madhe dhe nuk di të them nëse më kanë vlerësuar më shumë se kolegët, por di të them që mua më kanë vlerësuar shumë dhe thash dhe pak më lartë, ju jam shumë falenderuese. Dhe do jem zëri i komunitetit tim dhe nuk do hesht për asnjë moment dhe nuk do t'i lë kurrë në hije shqetësimet apo mundësitë që ai komunitet do të ketë. Të trëmbi kjo ftesë? Politika është një rrugtim i vështirë, është një rrugtim i ashpër, ne të gjithë e dimë. Dhe sigurisht për zonjat është edhe më i vështirë. Të trëmbi kjo ftesë që një moment kur e mendove që, shiko, ndoshta duhet ta mendoj, ti futem apo jo kësaj rruge. Ndoshta jo se më trembi, po për ta menduar e mendova, po them përsëri që nuk është se e prisja që realisht do isha deputete, apo do isha kandidate për deputete dhe aq më tepër në listën e sigurt. Megjithatë, unë kam një parim që duhet punosh dhe në varësi të kësaj pune që ke bërë, në bazë meritës duhet presësh dhe përgjigjen, dhe jam me mendimit që edhe si deputete në parlament apo edhe në komunitet, do bëj më të mirën time pa u marrë me gjëra tjera. Je gatshme për këtë terrenin e vështirë të politikës? Shpirtërisht e gatshme, gati? Them se po. Nuk të duket aq me pengesa, le ta themi. Pengesa ka kudo, jo vetëm në politikë. Edhe në jetën e përditshme, edhe në profesion, edhe për të ecur përpara ka pengesa, po e rëndësishme është që këto pengesa të kalohen dhe të kalohen ashtu siç duhet. Ku qëndron familja juaj, bashkëshorti në të drejtim? Ne zonjat jemi suportuese, le themi të bashkëshortëve pa limit, ndërkohë nga ana tjetër vetë marrim disa përgjegjësi më shumë dhe suporti që kërkohet nga ana e bashkëshortëve do të jetë ndoshta dhe më i lartë. Ku qëndron bashkëshorti juaj? Bashkëshorti im është me profesion oficer dhe ndoshta në një farë mënyre ne të dy kemi munguar pak. Herë ka munguar ai në familje dhe herë unë me angazhimet e mia. Unë nuk jam munduar ndonjëherë që ta ndaj veten time në dy pjesë, po jam me njëjta ana edhe në zyrë, edhe në familje. Në fakt, bashkëshorti im ka qenë gjithmonë mbështetja e heshtur, por e pa lëkundur. Dhe që është në fakt një gjë shumë e rëndësishme që edhe ky rrugtim të jetë i pa lëkundur. Ju jeni nënë një vajze, si ju shikon vajza juaj në këtë rrugtim dhe sa vend zë ajo në të ardhmen që ju projektoni për të ardhmen e Shqipërisë në parlament apo për kauzat që do të ndiqni? Unë kam një vajzë 15 vjeçare dhe ajo është bekim në jetën time dhe ne prindrit gjithçka që ndërtojmë për fëmijët dhe detyrimisht dhe Shqipërinë tonë duhet ta bëjmë të bukur dhe të mirë për fëmijët, për të ardhmen e këtij vendi. Si ju shef ajo? Ka ndonjë këshill për ju? Që duhet bësh më të mirën. Që duhet bësh më të mirën. Ju çfarë do t'i këshillonit sot vajzave të reja që rriten në qytetin e Divjakës, por edhe në zonat, fshatrat përreth ku ju keni origjinën?
duhet besojnë fort në ëndrat e tyre se mund t'ja dalin dhe mund t'ecin dhe nuk duhet ta ndjejnë veten të kompleksuar që janë me origjinë nga fshati apo vinë nga një qytet i vogël dhe lufta në kryeqytet është shumë e madhe. Qyteti i vogël nuk do të thotë ëndrat vogla. Madje unë mendoj që në ato ambiente ku ka më shumë sfida, njeriu bëhet më i guximshëm, më i fortë dhe me më shumë arritje. Dhe unë do t'i këshilloja vajzave që gjithmonë t'jenë vetvetja, të mos e humbin besimin, nuk ka ëndrat paralizueshme, por të bazuara vetëm te puna. Kjo është, le të themi, hera e parë që Divjaka çon një deputet në parlament. Dhe për herë të parë ky shans ju takon juve. Si ju bën të ndjeheni në gjithë këto vite që nuk ka pasur një përfaqësim qyteti Divjakës? Për herë të parë, Partia Socialiste përfaqësohet në parlament me një grua nga zona, dhe kjo më bën të ndihem shumë krenare dhe shpresoj dhe them që do ta justifikoj deri në fund këtë gjë. A keni ndonjë histori nga terreni konkrete që ju ka bërë përshtypje gjatë kësaj kohe të fushatës, që ju ka lënë bresa? Edhe pse fushatën nuk e kam parë si një etapë për t'u kaluar, po më tepër e kam parë si një kohë kur unë duhet krijoj lidhjet me njerëzit, duhet të krijoj një marrëdhënie të sinqertë me ta, duhet krijoj ura komunikimi dhe unë duhet jem ura lidhse e njerëzve me zgjidhjen e problemeve të tyre, më bën përshtypje edhe sinqeriteti, edhe mënyra e drejtë për drejtë se si ata paraqiten. Dhe ajo që do të thoja, që më ka mbetur në mendje, është që një grua e moshuar, një zonjë e moshuar nga zona ime, më thotë mos premto, po të shkoj të jesh zëri ynë atje ku nuk dëgjohemi. Shumë e bukur është. Mendon që do të keni mbështetëse më të mëdha gratë në këtë, le të themi, në këtë garë tuajën? Besoj po, do të jem zëri i fortë i tyre. Po nga ana tjetër, burrat kanë besim tek zonjat drejtuese, ka ndryshuar mentaliteti dikur, le të themi politika njihej si terreni i burrave. Tashmë gjërat kanë ndryshuar dhe për shumë vite, le të themi, përfaqësimi i grave në kuvend është rritur ndjeshëm. Mendon që do keni dhe mbështetjen e gjinisë tjetër? Patjetër që po, unë jam vajzë dhe nuse, gruaja asaj zone, kështu që nuk do jetë kjo ndasia, mendoj që jo. Që fakti që është një grua dhe nuk do na përfaqësoj siç duhet ose në... Madje unë them që gratë janë ato që mbajnë peshën më të madhe, edhe në familje, edhe në shoqëri. Shumë e vërtetë është. Cila do të jetë kauza juaj në parlament? Vini nga një zonë bujqësore, Myzëqëja është një zonë bujqësore. Le të themi, nëse ju e keni projektuar veten ato karrigët parlamentit, çfarë mendoni që do sillni si ndryshim apo kauzë për cilën do luftoni gjatë 4 viteve të një mandati? Vi nga Divjaka. Divjaka është një zonë bujqësore. Myzëqëja ndryshe quhet dhe hambari i Shqipërisë. Mendoj që do të punoj shumë që të kemi një zhvillim më të madh të zonave rurale, mbështetje më e madhe për bujqësinë. Normalisht për të krijuar politika që gjithë prodhimet ose gjithë prodhimi i vendas që prodhohet, përpunohet dhe tregtohet në mënyrë më të qëndrueshme. Pastaj politika edhe për të rinjtë e Divjakës dhe të gjithë Shqipërisë duhet ta ndërtojnë të ardhmen e tyre këtu. Gjej rastin të theksoj që në këto 12 vite qeveria shqiptare ka investuar në Divjak, ka punuar me infrastrukturën rrugore dhe e ka përmirësuar atë, ka rikonstruktuar shumë shkolla, madje shkollat e fundit mund të jenë në rikonstruksion, pjesa më e madhe e tyre ka mbaruar, kanë rikonstruktuar qendra shëndetësore, poliklinika, janë përmirësuar shërbimet e njerëzve dhe mbi to duhet vazhdoj zhvillimi i projekteve të reja. Falenderoj shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit. Ai e ka nisur angazhimin publik në një emision televiziv duke i thënë gjëra troç, por më tej ka marrë një drejtim tjetër, rrugtimi i tij profesional, por sërish duke i thënë gjërat siç janë. Ai është Akil Kraja, kandidati i Partisë Demokratike në Tiranë. Mirë se erdha. Faleminderit për ftesën. Rrugtimi juaj i formimit profesional ka qenë i gjatë dhe kryesisht jashtë vendit. Tashmë eksperiencën që keni marrë jashtë po e sillni në Shqipëri. Pse? Na tregoni pak më shumë për këtë rrugtim.
i përkas një brezi ati të tranzicionit i cili që në vegjeli në otha u hap Shqipëria, u hap ekonomia, u hapëm drejt botës, drejt Europës, në bas një gjysmë sheku e izolim total. E përpasoj ishte një rrugtim pothuajse natural në ato vite që të shkoje, të bëhe studimet jashtë vendit, dhe sigurisht me pak fat, unë shkova në universitetet nërmë të mirat në Europë, dhe sot jam i rikthyer mbas 9 vitesh jashtë vendit, sigurisht me dëshirën për të kontribuar në këtë rrugtim, shpresojmë mbyllje të tranzicionit Shqipërisë, në këtë rrugtim integrimi drejt Europës, në këtë rrugtim zhvillimi, pasurimi, mirëqenie të vendit tonë. A nuk ishte mjaftueshëm joshëse tentativa, le të themi, të ndihmi më saktë për të qëndruar jashtë? Gjithë shqiptarët duan të ikin dhe këtë tregojnë dhe shifrat, emigracioni i lartë, qoftë ata të shkolluar dhe jo të shkolluar, por kur t'jepet mundësia për studiuar andej dhe për dhënë kontributin andej? Mund t'jam një përgjigje të shkurtër dhe gjatë. Përgjigje e shkurtër do të ishte që sigurisht, si çdo i ri, teksa shikon oportunitetet që Europa të jep, dhe unë kam patur ato të ndimet e mia, është më se normale. Por përgjigja e gjatë do të ishte krejt tjetër. Përgjigja e gjatë është për të thënë që teksa i rritur që i vogël me një narrativ për vendin, me një narrativ për të shërbyer, me një narrativ absolutisht do i diku krenarie e cila thot që po, shqiptari nuk është thjesht një vend i botës tretë, por shqiptari mund të jetë një sipërmarrës, mund të jetë një akademik, mund të jetë një profesionist i arrirë në jetë i cili prodhon vlerë të shtuar për vetveten, për familjen, për komunitetin ku jeton dhe në vendlindje, pra në Shqipëri. Ndaj në këtë përgjigjen e gjatë, unë do thoja që duhet të shkompleksohemi nga kjo pjesa jashtë, brenda, jashtë. Shiko. Të ndjehemi njësoj ndoshta. Jetojmë në një botë digjitale, jetojmë në një botë mundësish, në një botë, po themi, të shpejt ku transporti është lehtësuar jashtëmase, vizat janë hequr, ju e dini fal inputit që qeveria demokratike në vitet 2005-2013 ka ofruar për vendin, e në këtë drejtim për ne barrierat gjeografike, administrative në raport me Europën janë pothuajse inekzistente, këtu përfshi dhe raportin lingvistik, profesional, kualitativ nëse të mund të quaj, që do të thotë personalisht nuk shoh asnjë kompleks për sa i përket tregut evropian dhe shqiptar, unë mund të ofroj më të mirë në të dyja, zgjedh Shqipërinë sepse jam shqiptar, zgjedh Shqipërinë sepse e dua vendin tim, sepse familja ime është shqiptare dhe sepse besoj që Shqipëria është një vend po i bekuar nga Zoti, me det, mal, lumenj, me një bukuri të jashtëzakonshme, me një mot, siç thoni ju, pravor që shumë europian përkundrazi e ëndrojnë. A ka qenë kaq bukur sa duket nga jashtë rrugtimi juaj jashtë vendit, apo të dashur të kesh vështirësi, ndoshta edhe të punosh në disa punë që s'kan pëlqyer për të mbajtur veten, se nuk është aq e thjeshtë sa të duket për studentët që ikin jashtë? Më duhet mas fjalë, të jemi vërtet, të jemi politikisht korrekt, apo të bëhem elektoralisht i pranueshëm. Shiko, ka shumë faktorë. Nuk do të thoja të vërtetën, them që kam më dashur punën në ndërtim, sepse ka qenë vetëm një punë sezonale. Dhe nga ana tjetër, nuk do të thoja të vërtetën që fakti që kam qenë bursier ka qenë e lehtë. Pra, si çdo gjë është gri, është bardhë e zi, nuk është e ndarë. Pra të bësh punë të tjera. Po pat, edhe një herë, e thash, pra është diçka e ndërmjetme, që do të thotë si shumë të rinj, po kam patur privilegje të udhtoj shumë në gjatë asaj periudhe, 9 viteve që kam jetuar jashtë vendit, kam jetuar në 10 qytete, në New York, në Paris, Milano, në Strasburg, në Bruxelles, pra një kursus, them drejtën, me shumë fat, i privilegjuar. Pra ndaj them që nga një gjithë. Por nga ana tjetër, duhet jemi sinqert, që s'ka qenë e lehtë, kur kam shkuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për mbi 2 vite nuk kam patur mundësi të kthesha në Shqipëri. Pra pa u kthyer në Shqipëri për 2 vjet pothuajse, duke bërë edhe këto punët sezonale, duke le të themi i dal zot vetes. Kështu që do thotë edhe me fat, por edhe me pak sakrificë, por mbi të gjitha i shpërblyer dhe i incentivizuar me një model shoqëror që nëse punon, nëse i ke idetë të qarta, nëse i gatshëm për të investuar, mund t'ja dalësh. Dhe besoj që ky është një letmotiv edhe për garën e 11 majit. Është shumë e vështirë. Kjo lista e hapur është komplekse, nuk është e lehtë. Po pra në listë hapur apo të mbyllur një herë? Shiko, kam fatin, themi sinqert, jam në listë hapur për një arsye tjetër, sepse lista hapur tregon hapje, tregon oportunitete, tregon mundësinë për të peshuar në mënyrë reale elektoralisht. Që do thotë, të ngjall frikë? Që do të thotë, nëse arrin ta kapësh demin prej brirësh, do të thotë që ti fiton, por fiton shumë fort. Edhe besoj që unë jam dhe profilin menaxherial, sa më të lartë arrisjet, sigurisht, është dhe goditja humbjes, por në fakt,
sa më të lartë arrisjet, aq më i lartë është dhe shpërblimi moral, shpërblimi politik, shpërblimi qytetar, që do të thot individët që të nuk i njiha më parë, sot i takoj dhe më thonë, Akil, kemi nevojë për një tri të drejtë, pasionant, idealist, atë dhe dashës për të shërbyer vendit. Dhe ky është një shpërblim shumë i madh. Pra, po, një risk i lartë, kjo lista hapur sigurisht, por nga ana tjetër, të jemi sinqert, është një mundësi unike për të takuar njerëzit të cilët ne kërkojmë të shërbejnë, që do thotë të jesh i vërtet, dhe kjo të jesh i vërtet nuk ka çmim. Do t'i takosh po njësoj pasi të marrësh mandatin e deputetit. Se shumica mendojnë, është kryuar perceptimi për politikanët që janë është i vërtet që perceptimi, nuk është perceptimi, është fakt. Është fakt. Këtë pastaj ndryshojnë. Është fakt. Ndryshojnë numrin e telefonit. Jo, unë jap, shiko, është fakt. Është fakt që madje rastisht unë jam deleguar në Tiranën e Re dhe në kombinat. Në Tiranën e Re ka ardhur Erion Braçe, i cili ju e dini shumë mirë, me vite ka qenë. Tash unë nuk e kuptoj këto deputetët turist, vinë, ikin, shërbejnë, vazhdojnë. Kjo nuk është politika normale. Domethënë duhet ketë një lidhje me rrënjët e komunitetit, me shërbimin, me problematikat e njerëzve. Unë jam shumë partizan i këtij mentaliteti ndryshe. I lidhur në origjinë me. Po duhet të jesh përfaqësues i njerëzve. Nuk mund të jesh thjesht unë visi i fortë, ka padai këtu, di e zgjidh kam numrin e Diramës, i jap drejtim. Ç'është kjo nuk. Ti je përfaqësues i njerëzve, i shqetësimeve të tyre. Do ta mbash. Te kjo do dal. Unë kam vetëm një premtim. Vetëm ekskluzivisht një premtim. Mbasi më të majt, do të kem zyrën e deputetit në komunitet. Ju a thash pak më parë kursusin tim, kam jetuar jashtë në 10 qytete, në Itali, Milano, në Paris, etj. Dhe gjithmonë kam parë zyra e deputetit. Zyra e përfaqësuesit i cili aksesohet ka qytetarët për një problematik hipoteke, për një job, për një vërtetim pensioni. Dhe në Tiranë më vjen keq, unë nuk shoh zyra deputetësh. Ata zgjidhen, shkojnë në parlament, i shikone për kafe, i shikone të izoluar her pas here dhe nga terrenit përditshmes, ndërkohë që ky është një pozicion për të shërbyer. Ndaj ky vetëm një premtim jap. Do kem zyrën time, ku do të pres votuesit të cilët më kanë vot besuar për fajsimin e tyre në Kuvendin e Shqipërisë, e përpasoj e kam krejt të lehtë përgjigjen, mbas 4 vitesh nuk do të jem unë që do të trokas derë për të ndarë fletpalosje për të prezantuar. Do t'jenë qytetarë cilëve u kam shërbyer gjatë këtij 4 mandati, të cilët do t'jenë promovuesit e mi, sepse një deputet i mirë është një shërbëtor i mirë, një deputet i mirë është një përfaqësues i mirë. Është kaq e thjesht, ne komplikojmë veten duke thënë duhen buxhete, duhen angazhime, jo, shërbimi i njerëzve, ji vërtet me njerëzit. Ndihmoj dhe t'jesh i bindur që ky pozicion, siç thash në kryet herës, kthehet në një pozicion mirënjohje, respekti, vlerësimi profesional, vlerësimi personal, po me gjitha vlerësimi kombëtar. Nuk mund të jesh atë dhe dashës nëse nuk je komunitet dashës, pra qytetar dashës, ti shërbes të tuve. Qartë, e ke kuptuar Chelsea-n që si ti je i suksesshëm në të drejtim. Megjithatë, mund të them që ke qenë një privilegjuar ta nisësh karrierën publike në televizion në vitet e hershme të 2000-s, në vitin 2000 pra. Nuk ishte më herët, më duket në pak më herët. Pak më herët. 10 vjeç, në fakt në 96-ën, 95-ën, por unë po merrem me emisionin Trot që ishte një emision. Pra kam filluar televizionin 10 vjeç dhe më pas kam 10 vjeç, po, 10 vjeç. Çfarë bërë 10 vjeç? Historia ka qenë në emisionet e fëmijëve atëherë me Ketin etj. Domethënë unë jam i fëmijë të VSH-s. E kuptoj. Jam rritur të VSH-n. Troçi që ishte një emision. Po, Troçi ishte gjatë gjimnazit, po, një emision për risi për kohë, një emision televiziv ku trinjve u jepej kamerë, mikrofon, dilni flisin problemet tuaja. Në mënyrë për të përfaqësuar, unë aty kam, po themi, kam rënë në dashuri, nëse mund ta them këtë gjë, me gjën publike, me betejat e komunitetit, me betejat e të rinjve, me betejat e atyre që unë përfaqësoj. Aso kohë ka qenë trinjt, sot uroj të jenë votues të mi. Por ndoshta jo me median që e keni lënë si rrugtim dhe keni zgjedhur një e kam shumë të thjesht. Jo, nuk është kjo arsye. E kam lënë median, unë kam punuar dhe në Shtetet Bashkuara më pas përsëri me mediat, vetëm për një arsye. Nuk më pëlqente të isha mbrapa mikrofonit, që të thotë bëj pyetjen. Është një pozicion shumë komfortabël. A janë të varfër shqiptarët? Po jo. A mendoni që duhet t'ulim taksat? Po jo. A mendoni që po ja largojnë 1 milion shqiptar? Po jo. A mendoni që ka korrupsion në Shqipëri? Po jo. Pozicion shumë komfortabël. Madje pozicioni i manipulueshëm nganjëherë. Pyetja orienton përgjigjen. Duke qenë se kam këtë, le ta quajmë, pasion e ripërsërita pak më parë për komunitetin, për të përbashkëtën, edhe për Shqipërinë patjetër, që në atë periudhë, gjatë angazhimeve të mia në Komisionin Evropian, Këshillin e Europës etj., fillova të merrja shinore, duhet jesh
para mikrofonit të para, t'japësh përgjigjen. Që kur të më pyesni, a duam t'i ulim taksat, unë them, po, do t'i ulim taksat. Kur ju të më pyesni, apo largohen shqiptarët, çfarë mund të bëjmë që t'i mbajmë Shqipërinë, unë them, po, fëmijën e tretë, nëna do të përjashton për tërë jetën nga taksat. Kur ju të më pyesni, ore shiko, a është e vërtet që nafta në Shqipëri është më e shtrenjta në Europë? Unë do të them, po, ne do ta mesatarizojmë sa që çmimi i Kosovës në mënyrë që çdo vit familje shqiptare të kursej 600.000 lekë vetëm nga nafta. Kur ju të më pyesni, hey, a është e vërtet që qumshti është më i lirë në Itali se në Shqipëri? Unë t'ju përgjigjem, po, ne përpasoj do ta çojmë TVSH-n e produkteve fshimore nga 20% në 0% me rimbursimin e kartës së konsumatorit. Dakord. Mbi, ta mbaroj, është një emision ekonomik ky juaj, televizion ekonomik, sipas llogarive, ulja e çmimit të energjisë, çmimit të TVSH-s konsumatorëve dhe e naftës i kursen familjeve shqiptare nga 1 deri në 1,5 milion lekë në vit. Dakord, i bëm edhe llogaritë ekonomike. Tani, familjar, babai një vajze, dhe dihet që në Shqipëri për vajzat jeta është pak edhe më e vështirë se sa për djemt. Sa vend zë mendimi që duhet të sjellësh diçka ndryshe për të ardhmen e vajzës tënde që ajo të qëndrojë në Shqipëri si ty, ndoshta të shkollohet jashtë për të japë kontributin këtu. Prioriteti numër 1. Nëse nuk mund të jemi vërtet me familjen tim, o nuk mund të jemi vërtet për komunitetin që kërkoj të shërbej. Do të doja shumë, do të luftoj që i me bitë rritet në Shqipëri, sigurisht ketë njëjtat oportunitete për të zbuluar botën, për të thuar ashtu si kam patur dhe unë, po patjetër për të përmirësuar sistemin akademik. Sot shkolla është tragjike në Shqipëri, që kur ka dalur alter teksti, që kanë futur sistemin elektronik ku mësuesi duhet bëjë një regjistër digital online, u kërkohet mësuesve 55 vjeç, 60 vjeç, jepni provime pavarësisht viteve eksperiencë ata kanë, një sistem që e vret në fakt meritokracinë, po do të luftojmë që sistemin arsimor ta bëjmë të mirë këtu. Së dyti, sistemin shëndetësor, ne e dim të gjithë, sot shumë të rinj largohen sepse thonë, hey, nëse kam një problematik me shëndetësin për fëmijën, për prindemi, ku do të shkoj? Ne do të dyfishojmë buxhetin e shëndetësisë, por në veçantë edhe për fondin e rimbursimit barnave, asnjë medikament që nuk tregtohet së paku në 2 shtete europiane nuk do të lejohet të tregtohet në Shqipëri. Pra, duke shërbyer mirë vetes, Shqipërisë, fëmijës tim, patjetër që shërbej dhe fëmijës së miqve të mi, fëmijëve të komshinëve, fëmijëve të komunitetit që kërkojnë sot të votë më besojnë. Është shumë e thjeshtë, ne nuk duhet ta shohim politikanin të shputur nga realiteti, si një njeri pa prekshëm që është i lidhur me interesa okulte, shpeshherë mafioze dhe korruptive. Politikani rrallpar duhet jetë një nga ne. Një njeri që do të thotë konsumon si ne, jeton si ne, mendon si ne, patjetër me aftësi uroj menaxheriale të sprovuara, me aftësi politike të sprovuara, uroj unë të jem ky profil, por mbi të gjitha i vërtet. Në fakt, kandidimi juaj nuk është surprizë, ju keni shumë kohë që jeni në jetën politike të vendit, po pse pikërisht këto zgjedhje vendosët që të dilni përballë votbesimit të qytetarëve të Tiranës? Vajza ime është e vogël, është 20 ca muaj, 22 muajshe dhe besoj që vjen një moment që njeriu do ta kuptojë, nëse nuk lufton fort, ne do të humbim fort.